Atëherë përshëndetje të gjithëve, përshëndetje dy prezentues tonë sonte që kemi, zotrin Vebi Zeqiri, profesor Zeqiri dhe zonja Blerta Berisha Morina, profesor Zeqiri dhe kandidatën për doktoraturë Blerta Berisha Morina. I kemi sot me dy prezentime në emër të IPAK-ut dhe si kryetari i IPAK-ut dëshiroj t'ju falenderoj përzemërsisht gjithë ata që janë pjesëmarrës, por edhe të tjerë që do përcjellin këtë ligjërat. Kemi dy ligjërata të jashtëzakonshme sot sepse secili nga ne çdo ditë përballemi me pyetjet ndaj vetvetes, profili i njeriu të suksesshëm, si të bëhem suksesshëm, çka duhet luftuar ndaj vetvetes, ndaj të tjerëve, si mund të organizohemi në farë forme dhe si është profili i një njeri të suksesshëm. Dhe sot kemi fatin që një ndër anëtarët e parë dhe gjithashtu themeluesi i IPAK-ut bashkë me ne, kemi profesor Vebi Zeqirin, i cili çdo herë na mahnit me prezantimet e tij dhe çdo herë marrim diçka nga mençuria dhe eksperjenca e tina se si duhet vepruar dhe punuar çdo ditë për të luftuar të keqen dhe për të arritur suksesin individual, por edhe kolektiv. Dhe jam shumë mirënjohës profesor Zeqiri që të kemi sonte tyje, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Dhe prezantuesja e dytë do të jetë Blerta Berisha, e cila do na ligjëron për leadershipin femëror në epokën e inteligjencës artificiale dhe një ndër temat se çdo ditë jemi të ballafaqur çdo kush nga ne si të bëhet ndoshta optimizimi ose organizimi i gjinisë femërore në një epokë ku inteligjenca artificiale është duke na ndihmuar edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe në administrim, edhe çdo kund, dhe jam edhe unë shumë kurioz që Blerta do na ligjëron në këtë drejtim. Kështu që fjala është për ju, profesor Zeqiri, edhe njëherë shumë faleminderit për temat e zgjedhura dhe ju uroj një ndiqim dhe shiqim të shkëlqyeshëm nga dy autorët e IPAK-ut. Faleminderit shumë. Tash unë pendoj ekranin me juve gjithë dhe besoj që do të jetë në rregull. Besoj se po shihet mirë, do të thonë kjo se është me rëndësi të shihet prezantimi edhe të shihen do të thotë gjithë ato që me qenë njerëzit Shumë bukur. do të thonë në rrjedhat të këtij prezantimi që ta kuptojnë më lehtë. Para se të filloj, desha ta potencoj një çështje shumë të rëndësishme. Shpesh njerëz të më pyetin mua se çka punon ti në këtë drejtim. Edhe unë them, unë e përpunoj dheun, do të thonë të rit, të njerëzit e tjerë, e përpunoj dheun edhe e boj në atë formë, e përgatiti që aty çka do që të mbjellni, mbijnë si duhet edhe farat rriten si duhet. Do të thotë, ne kemi problematika me vetveten, shumicën e rasteve. Nuk kemi ne mungesë të arsimimit, nuk kemi ne mungesë të fitimit njohurive apo shkallësive ndryshme, nuk kemi mungesë aty, ne kemi probleme me vetveten. Ne se kemi përpunu dheun ton, se ne duhet ta përpunojmë dheun ton e pastaj të mendojmë se çka do të mbjellim aty. Kështu që për atë çka ky prezantim besoj që duhet të ishte në drejtimin që ta përpunojmë dheun edhe pastaj të fillojmë të ndërtojmë në ato diçka çka neve na duket se, do të thonë, jemi ne të zotët e asoj pune, ose jemi të shkallë ta bëjmë atë punë, ose edhe ndrojmë një punë që ne të bëhemi dikush. Tash të fillojmë pak. Shumë micën e rasteve njerëzit pyetin se çka është suksesi, do të thotë ata e definojnë format ndryshme, secili kemi mendimin tonë për suksesin, edhe flasim gjithandej lidhe me këtë temë. Pak a shumë disa pike se suksesi nuk është vetëm financiar, nuk është vetëm shoqëror, po përfshin shumë gjëra. Do të thonë komplet jetën tonë, gjitha fushat e jetës, cilat do t'i mësojmë edhe në vazhdim të prezantimit se cilat janë ato fushat e jetës, edhe ne do ta shohim vetveten, sepse në një shkollim, çfarëdo shkollimi që kemi, ne kemi lëndë të ndryshme, edhe ne duhet të mësojmë prej të gjitha lëndëve nga diçka, të paktën të jemi deri diku të suksesshëm secilën lëndë. Tash dikush e definon me zhvillim personal suksesin, dikush me marrëdhënie të shëndetshme,
dikush me kontributin pozitiv në shoqëri, e kështu me radhë disa tema tjera. Në një konferencë të ndoj me ju një prezentim interesant që është bo prej Bill Gates, është pyetur me një event, a do ta kishit martu vajzën e juaj me një njeri të varfër? Edhe ai përgjigje thotë, definitivisht që jo. Edhe ata gjithë kanë qesh, do të thonë na pe kuptojmë këto që nuk e kishit martu, do të thotë se pe dim rastin e ju. Thotë ai prit një pak, thotë më lejoni t'ja shpjegoj se kush është njeri i varfër. Çdo njeri i cili nuk punon në zhvillimin e aftësive edhe njohurive të veta edhe shkaqësive tjera çdo ditë, thot ai është i varfër edhe nëse ka xhirollogarin plot. Ndërsa nga ana tjetër, çdo njeri i cili tan kohën mëson diçka, ndjek kurse të ndryshme, i zhvillon aftësitë, shkatësitë të ndryshme, do të thonë gjatë gjithë kohës, thot ai është i pasur edhe nëse ka xhirollogarin zero, e thot unë me këtë njeri do ta martoj vajzën time. Do të thonë kjo ka qenë përgjigja me potencu se sa është e rëndësishme të kemi parasysh ne gjatë zhvillimit tonë edhe gjatë karrierës e gjatë jetës në përgjithësi. Suksesi e përmend edhe më nuk është do të thotë vetëm arritje financiare, e do ta shohim edhe më vonë se çka është ajo. Unë për veti, prej përvojës time personale, edhe njohurive, edhe akademike, edhe njohurive tjera që kam marrë gjatë jetës, unë kam marrë deri në përfundim, edhe kjo është një definicion sipas meje në lidhje me suksesin. Do të thotë, sukses i mirëfillt edhe i vërtet është çdo arritje e jona që sjell dobi për neve, për familjen tonë dhe për mbar njerëzimin. Do të thotë një sukses i cili i përmban gjitha këto dobi, do të thotë për neve, për familjen tonë edhe për mbar njerëzimin, ai është suksesi, do të thonë i mirëfillt edhe suksesi i vërtet për secilin prej nesh. Ka disa suksese që na bujnë dobi vetëm neve, po as pak familjes, as pak shoqërisë, as pak dikujt tjetër, do të thonë janë pak më të quaj ashtu egoiste. Ato mund të quhen ndoshta me një anë suksese, por unë prapë përmendi suksesin e mirëfillt apo suksesin e vërtet do të ishte dash të jetë kështu, ti përfshi gjitha këto fusha. Tjetër, pak të flasëm për ata se me çka duhet të pajisemi ne gjatë jetës tonë, qoftë akademike, qoftë karrierës, domethënë punësimit tonë, qoftë biznesit apo të arritura tjera, apo edhe në përgjithësi jetës, marrëdhënieve tona shoqërore, familjare e tjera, cilat janë ato cilat ne kemi nevojë. Çka duhet përmbajmë? Do të kemi qëllimi dhe vizioni. Tani dalim në fushën praktike shumë thjesht. A dini që ka njerëz që hyn një kafeteri edhe kamerieri e pyet ato çka dëshironi me porosit, edhe ai aty mendohet nuk e din çka don me porosit. Ai nuk e din çka don me pi në atë moment, ose çka don me porosit, e mos flasim cilat i ka qëllimet edhe vizionet në jetë. E torturon, domethënë e torturon, e mban aty në komb kamarierin edhe nuk e din për veti çka don. Domethënë qëllimi dhe vizioni i qartë duhet të jenë pjesë përbërëse e secilit prej nesh, edhe këto janë pjesë që ushtrohen edhe mësohen. Pjesa tjetër është integriteti. Domethënë ne njerëz për me arrit atë suksesin e vërtet, pa integritet nuk arrihen. Domethënë integriteti neve na bën pjesë shoqërisë, pjesë familjes edhe pjesë suksesit çdo gjaje. Pa integritet nuk arrihet. Pa integritet bëhen ato gjanat egoiste, domethënë disa përfitime personale, edhe aty përfundon çdo gjë. Tjetër element është vetë disiplina. Na gjithë e dim që përmendet shumë, po sa ne jemi të vetëdijshëm se çka në fakt është vetë disiplina, çka përmban, çysh arrihet, domethënë edhe çka do të thonë kjo. Aftësia për të mësuar edhe për të përshtatur. Njerëz të suksesshëm ne duhet të shiqojmë se si ju kalon dita. Gjithë ata janë lifetime students.
ose student të përhershëm apo të përjetshëm. Do thonë njerëz të suksesshëm gjithmonë mësojnë diçka, çdo herë diçka të re mësojnë. Edhe kjo është ajo një që ne duhet ta kemi parasysh, por edhe për shtatja, sepse ne po jetojmë në rrethona që po ndrojnë shumë shpejt. Edhe ne nuk duhet të ndalemi të akuzojmë apo të bëjmë justifikime ndryshme për këto ndalli, po më njerë ta gjejmë mënyrën se si ta tejkalojmë çdo situatë që neve na rrethon. Marrëdhëniet ndërnjerëzore edhe rrjetin e njerëzve, se një njeri mund të vlerësohet edhe sa njerëz i njeh, çfarë kredibiliteti ka te ata njerëz. Do të thonë mund ta vlerësojmë një njeri edhe në këto. Edhe kjo është shumë e dobishme, qoftë për karrierë, qoftë për biznes, qoftë për jetën në përgjithësi, për gjitha gjanat është tepër e rëndësishme me njerëzit ne që i njohim, edhe çka është edhe më e rëndësishme çfarë mendimi ata kanë për neve. Shëndeti dhe energjia, për këto kam që ka flasë, unë i praktikoj shumë gjana, do thonë që ta mboj shëndetin edhe energjin, edhe tjetër, kontributi dhe trashëgimia jonë. Ne do të mendojmë çdo herë se cila do të jetë kontributi jonë dhe trashëgimia që e lëm pas. Sepse nëse çdo gjë përfundon me neve, kur ne dalim prej kësaj bote, atëherë ne nuk e kemi kryer misionin në këtë botë. Nuk e kemi kryer, nuk e kemi dhënë kontributin së duhet. Çdo produkt, çdo fjalë jonja, çdo mësim joni i cili vazhdon edhe mas jetës tonë, do të thonë është ajo trashëgimia që ne e kemi lënë pas, edhe familja, edhe shoqëria në përgjithësi kanë dobi, do të thonë prej asoj njohurisë, qoftë materiale, qoftë mendore, intelektuale, çfarë që është ajo. Tash në këtë aspektin, qëllimit dhe vizionit të më pak e përmendë se njerëzit duhet ta kenë qartë drejtimin se çka do të ndrojnë, do të identifikojnë ëndrat edhe qëllimet që i kanë në jetë, do të identifikojnë. Edhe tash, nëse ne zgjohemi në mëngjes, edhe nuk na bien në mend qëllimet, le ta dinë që nuk kanë qëllime. Njerëzit që kanë qëllime në jetë, ata çdo mëngjes kur zgjohet, atij i bien mend qëllimi. Domethënë kjo është ajo që ne e preokupojmë vetëm me qëllimin tonë edhe mënyrën se si të arrijmë deri te qëllimet tona. Edhe vizioni është ajo neve që na ndihmon e trason, ne e shohim rrugën tonë të suksesit. Njerëz që merren me zhvillimin personal, ata po thonë, nëse një sukses nuk je në gjendje me vizualizu, ato as nuk do ta arrish. Domethënë ne do ta vizualizojmë suksesin tonë edhe rrugën tonë drejt zhvillimit apo arritjes diçkait, e pastaj do të arrijmë. Nëse nuk jemi në gjendje me vizualizu, nuk do të mund të arrijmë, domethënë qëllimet tona. Do kjo edhe e forcon, edhe zhvillon, edhe imagjinatën tonë, edhe mendjen tonë, po edhe qetësinë edhe ato se vizualizime këto vinë kur është njeri në qetësi edhe në ati jo në turbullira në këto gjëra tjetër. Pastaj edhe kjo, sa jemi të qëndrueshëm, domethënë në atë rrugën tonë që kemi zgjedhur. Kjo është tepër e rëndësishme. Integritetin, unë shpeshherë e definoj që është një set i vlerave që një njeri ka. I vlerave të ndryshme, njerëzore, vlerave sa vlera universale, botërore, ti ngërthen vetveten tonë, personalitetin tonë, edhe sa je i njohur për integritet. Tjetër, a përputhen fjalët e tua me veprat e tua. Kjo është shumë me rëndësi. Sepse integriteti fitohet duke e qitë në praktik ato ne çka flasëm. Ne i kritikojmë njerëzit, po sa jemi vetë në atë pikë që i kritikojmë të tjerë. Në një studim psikologjik është vërtetuar që nëse dy persona takohen për herën e parë, secili prej tyre i shiqon dy gjëra te ai personi tjetër. E para, sa është kompetent për atë fushë që është ka flet, për cilin po bëhet muhabeti, sa është kompetent, edhe e dyta sa është i besueshëm. Domethënë rrafshin personal njerëzor. Domethënë dy gjëra, sa është kompetent edhe sa është i besueshëm.
edhe ta dinin shkencën e burimeve njerëzore, të dy vlera shumë të ralla që po gjinden të njerëzit kur dojnë me punësu dikan. Nëse dikush është kompetent edhe i besueshëm, ai është diçka një pako super që do të thonë shumë rallë dhe shumë veç dikush kush e ka fatin me punësu njerëz tillë. Do të thonë i besueshëm edhe kompetent. Se muj me gjetë njerëz besueshëm kanë njerë po s'janë kompetent. Ose ka ona tjetër, muj me gjetë njerëz që janë kompetent po s'janë besueshëm. Po këto dy cilësi kur ngërthejnë të një person, atëherë me të vërtet mund të themi se ky person ka integritet, edhe është me vlera, edhe është profesional. Tjetër, vetë disiplinën e përmendëm. Tash shpeshherën edhe në prezantime edhe të trit, disiplinën kur të ndëgjojmë, ne mendojmë që është me najt orët në shkollë. Si të përmendëm disiplina është me najt orët? Jo. Disiplina është kur ti fillon arritjen e një projektit edhe e çon deri në fund. Nuk e lën gjysmë. Kur t'japet një detyrë e kryen deri në fund. Kur t'japsh një premtim e mon deri në fund. Do të thonë nuk i lën gjonat gjysmë, është vetë disiplina. Se është një thonje, thot aftësitë e juaja mund t'ju çojnë në maje, por vetëm karakteri është ai i cili ju mban atje. Me aftësi muj me shku në maje, po kush na mban atje? Vetëm karakteri, do të thonë ai integriteti më herët, edhe normalisht edhe vetë disiplina, se njeriu me mbajt një tempo të vlerave, të integritetit të krejt ato pa vetë disiplinë nuk arrihen. Një njeri pa disiplinum nuk mund të arrijë këto gjëra. Nuk mund ta mbaj veten, nuk mund të mbaj qëndrimet, nuk mund ta mbaj fjalën. Edhe kjo, një prej këtyne, do të thonë vazhdimësia në përpjekje, konsistenca, apo të jemi të vazhdueshëm në ato që e mos nëse dështojmë herën e parë e me një herë të ndrojmë rrugën apo të lëmë atë qëllimin tonë, ajo absolutisht nuk duhet të jetë një njeri i suksesshëm. Po gjithmonë të bëj përpjekje edhe mas disa dështimeve, sepse kemi edhe në internet story të ndryshme të njerëzve të cilë, do të thonë kanë qenë konsistent edhe në fund kanë bërë arritje të mëdha. Një pikë këtu e treta që është këtu në këtë prezantimi që e kom bërë, rezistenca ndaj tundimeve apo shpërqendrimeve që neve na ndodhin gjatë ditës. Në ditët e sotme ka aq shumë mjete të shpërqendrimit saqë edhe njerëz me karakter të fortë shpesh bin prej e këtyre shpërqendrimeve. Njeriu për me arrit diçka duhet të jetë i përqendruar. Shpërqendrimet, telefonat, interneti, televizioni, shoqëria e kohët, do të thonë gjitha gjonat të shpërqendrojnë pe arritjes qëllimeve të tua. Për atë shkak shpesh herë ata përmendin një fjalë bëhu i padukshëm për tjerë. Do të thonë në atë kohë hyn dikon edhe puno në arritjen e qëllimeve tua, sepse nëse jemi gjithmonë të ekspozuar ndaj këtyre tundimeve edhe shpërqendrimeve, shumë pak mund me arrit gjatë jetës. Aftësia për të mësuar, to duhet ta kemi çdo herë. Ka thonje shumë të vlefshme që dituria edhe aftësia për të mësuar apo mësimi është obligativ prej djepit deri në shtratin e vdekjes. Do të thotë, këtu nuk e kemi profesorin Xhavet Lipaj, se unë e kam biseduar edhe me ato. Një njeri që mëson vazhdimisht shumë pak preket prej demencës edhe prej atyne smundje. Shumë pak, se gjithmonë a e mban trurin aktiv. Apo disa që merren me aktivitetet ndryshme, sidomos do që involvojnë aftësi edhe shkatësi të ndryshme, ata shumë më pak afektohen prej demencës. Për atë shkak mësimi i vazhdueshëm për njerëzit e suksesshëm është një gjë shumë normale, edhe duhet të jetë gjithmonë pjesë e jone. Kur mos jemi të kënaqur me ato që kemi arrit. Sidomos kohën e fundit teknologjia edhe profesori Recep e din këto që nëse nuk e përcjell teknologjinë, nuk ka mundësi as me ardh me diçka të re, as me përcjell atë vjetrën dhe ku ka shku. Mos flasim për diçka të re. Këto e kupton shumë mirë profesori. Edhe përshtatje me ndryshime. Gjendja e Covidit nuk duhet neve të na lënë mbrapa edhe na tash ndalemi se Covidi, po njerëz gjatë Covidit disa njerëz kanë qenë shumë kreative dhe kanë shpik metoda me cilat ata janë marrë gjatë asaj kohe, edhe bile edhe ka prej tyre që edhe kanë fitu shumë për shkak kreativitetit që kanë ditë përshtaten me situata të reja.
përmirësimi i vazhdueshëm i jonë, ajo do të jetë udhëtim jetësor, e jo i caktuar 4 vite shkolla e mesme, 4 fakulteti, masteri, jo. Kjo nuk guxon kështu me ndodhë. Gjatë tanë jetës ne do të zhvillojmë aftësitë tona. Bile në disa raste, disa njerëz tash po thonë se përpara kanë qenë më e dobishme që njeri të jetë profesionist në një fushë. E tash po del që ne kemi nevojë të jemi të gjithanshëm edhe ko gjë do fusha tjera. Ko gjë po del. Se unë shpesh e përmeni shparet me 2 fura, se tash mo me një furë s'po është e mjaftueshme shpareti, unë po thon pak në ato popullore në këto fjalë, po ne duhet kemi tash njohuri të ndryshme, se nëse ne jemi profesionist në një fushë, nuk di me përdor kompjuterin për me bëjnë raporte dhe këtë, do me thënë me njerë kemi mongu diçka, nëse nuk di me vozit, tash s'ka shofer edhe vozit për se cilin pozit një organizot, do është vetë me vozit, nëse nuk i edhe vozit, nuk i ki, do thot, për atë shkak ditëve të sotit, është ko gjë në trend ajo që njeri me qeni gjithanshëm. Marrëdhëniet me të tjerët, unë shpesh ju thëmë njerëzve, ju duhet të keni marrëdhëniet e mira me të gjithë. Tash, dikush bën pyetje aty, po si me të gjithë nuk ç'është bëhet ajo punë. E unë ju them atyne shumë thjesht. Ju muhabeti ka me disa njerë që ju shkon, edhe është në rregull për secilin. Me dikon të shkon muhabeti, me dikon nuk të shkon. Çka është e rëndësishme këtu, mos mu prish me askënd. S'keni nevojë mu prish me askënd. Edhe për shumë çështje, një farë këshille jetësore që mund t'i japi njerëzve, themi kështu: kur mos e vendos çështjen para personit, mos e hub personin për shkak një çështjes. Mundi me trajtu çështjen, por pa e hub personin. Jo tash unë për shkak kësaj veprës tone, unë e prish në prej te. Jo. Mundi me trajtu atë çështjen, me thonë nuk është mirë, largohe atë çështjen mes juve, që është që te anash ose mrapa, edhe do të thonë mos i prishni marrëdhëniet me ata tjerë. Me askënd mos i prishni. Sidomos trit kur ti këshilloj. Se unë i thëmë, nesër mundet më bëj partneri biznesit me ty, ose nesër mundet më bëj shefi etaj. Mos u prishni me kërkan. Ose nesër vinë fëmijët e tonë, martohen me zveti, a ne jemi prish, ku po mesëm na. Ne s'kemi nevojë të prishim me asgjë, edhe të ndërtojmë rrjetin e njerëzve, që kanë thonë ata plesh ka do që shkonin ndërtoni nga një shtëpi. E unë shumë gjatë jetës e kom zbatu këto, e kom zbërthy edhe e kom zbatu, edhe besoj që ko që vene në për botë, ka njerëz cilë që shtojnë të nën popull ma kanë hatrin, edhe mund të ndihmojnë në rrethana të caktuara. Shëndeti edhe energjia, ne jemi të obliguar edhe prej Zotit që ta ruajmë shëndetin tonë, edhe ta mirëmbojmë trupin tonë, se kjo është dhuratë prej Zotit, edhe ne kemi obligim, kemi amanete, do të thonë që ta ruajmë shëndetin tonë. Dikush e përmendi një prezantim, tha, pas ke qitë një personat, një fotografi, tha shumë të zhvillon, po ne duhet të kemi ambicjet shumë të larta, ne s'guxojmë me krahasu veten me ata që janë përfuni neve, po duhet të krahasojmë nivelit më të lartë botëror. Çdo punë që e bëjmë, duhet veten ta krahasojmë me ata njerëz që janë të nivelit më të lartë botëror. Ne do të synojmë mas larti, jo me krahasu veten me diçka pak më poshtë. Nuk guxojmë ato me ndodhë, se ne gjithmonë mund të arrijmë ma shumë se sa që mendojmë që mund të arrijmë. Do të kemi një dozë të ambicjes, po realiste, ambicie realiste, pak optimist, dhe më thonë realist, por me një dozë të optimizmit, e cila pse kjo, se na gjithmonë mund të arrijmë diçka ma shumë se sa që me të vërtet mendojmë që mund të arrijmë. Kujdesi për shëndetin, për, do më thonë, ushqimin, edhe gjitha gjona tjera në mënyrë se ta kemi energjinë e duhur, pastaj shëndeti mendor. Tjetër, shëndeti në marrëdhëniet tona, sa kemi të shëndetshëm marrëdhëniet tona sociale, shoqërore me tjera, me familje, me kolegë pune, me atë. Dhe kjo hyn në atë aspektin e marrëdhënieve të shëndetshme. Këtu një çështje çka besoj që është e rëndësishme, një artikull e kom botu në rrjetet sociale, po edhe ka portale që e kanë botu, do të thotë
a dëshironi ta keni një makinë që në vend që të harxhoj karburant, ajo shton karburantin. Do thonë kom pas me këtë titull. Çështja është kështu, që energjia nuk varet prej harxhimit, nuk varet me matematikë, po varet prej qëllimeve tona në jetë që i kemi. Se njeri për qëllime të larta ai tan ditën punon edhe nuk i harxhohet energjia. Ka raste që gjatë punës, gjatë një aktiviteti që ti e bën me qef, ajo energjia tu punu të shtohet. Do në këtë artikull, se ka qenë një artikull unik, edhe kam botu edhe një portal në Shqipëri, po edhe këtu në rrjetet sociale, do të thonë në Facebook mundi me gjetë atë, do të thonë energjia çka është, edhe është kogja e rëndësishme. Ato që folën për kontributin dhe trashëgimin, gjatë tanë jetës ne duhet të mendojmë se cili është kontributi jonë për shoqërinë, për familjen, për veten tonë edhe për shoqërinë, edhe çka do të lëmë pas vetes. Kemi pas gjatë historisë njerëz që kanë qenë suksesshëm, por me vdekjen e tyre ka përfunduar çdo gjë. Tash, as nuk e ka trashëguar askush as profesionalizmin e tij, e as njerëzillokun e tij, nëse ka qenë njeri, domethënë, cili ka pas raporte të mira me të gjithë. Tash ne duhet të kemi pas vetes ose njerëz që ja u lëm trashëgimin profesionale, po edhe ato shoqërore, familjare e kolegiale. Ju e dini, për shembull, nëse një prind ka qenë i mirë, edhe kur shkon pa me ishe ata fëmijët e tij që janë kërkon hiç si prindi i tyre. Domethënë, ai s'ka lënë trashëgimi tjetër, sa i ka zhvillu veç aftësitë e veta, e jo edhe të fëmijëve apo të kolegëve në punë dikuj tjetër, sa ata edhe leadership, dini ato që përmendet, një lider vlerësohet se sa lider tjerë i bën gjatë jetës. Jo so ka qenë lider i mirë ai vet, se nëse përfundon çdo gjë me to, ajo është i dështuar, pavarësisht një suksesi që ka mujt me tregu gjatë jetës. Për atë shkak, kontributi dhe trashëgimia janë tepër të rëndësishme për neve të mendojmë, që mos të mbetet, siç e kam pas edhe një postim marrë, mos të mbetet emri jon vetëm në gurin e varrit. Po të mbetet emri jon edhe në vende tjera, autor të librave, domethënë disa vepra të mbetet edhe në vende tjera, jo vetëm në gurin e varrit. Ndërtimi, diçka që mbetet edhe pas njerëz ndikimi pozitiv në komunitet edhe gjitha gjëra se njerëzit do të mbojnë mend për kontributin tonë, për pajtimin e njerëzve mes veti, për ofrimin e tyre, për iniciativat që janë marrë shoqërore, sikur kjo e IPAK-u, domethënë që është një iniciativë. Domethënë, për këto gjëra ne do t'i lëmë pas vetit dhe do të njihemi për këto që i kemi bërë. Ky slajd është pak a shumë se njerëzit e kanë konsideru pasurinë që është vetëm ana materiale edhe ajo çka llogaritet me digitron edhe me çka shkruhet me numra. Tash shumë ekspert botëror flasin për këto çështje, po edhe populli jon shumë çështje i ka thonë ti ke mund të më boj pasën, po burrë si e bo heq, asnjëri si e bo heq. Domethënë këto e kanë përmend edhe populli të na. Domethënë tash na veç duhet me i zbërthy këto, mos i marrim fjalë se kanë qenë thjeshta prej tyne e tash edhe kuptimi thjesht. Jo, kuptimi tyne ka pas rëndësi të madhe, po vetëm ne duhet t'i zbërthejmë. Domethënë me njohuritë akademike tona që i kemi. Tash këtu do t'i paraqesim disa lloje të pasurisë, po pa hinë detale shumë, që mos më marr kohë. Domethënë cila është pasuria bazë, besimi dhe qëllimi që kemi, karakteri jon, virtytet, kënaqësia e zemrës. Pastaj pasuria morale dhe intelektuale, që është tepër e rëndësishme. Dituria dhe urtësia, qëndrueshmëria morale, gjykimi i qartë, domethënë këto këto janë pasuri morale intelektuale. Tash këtu është pasuria materiale, domethënë që falem për pasurinë, domethënë ato materiale që është fitimi i ligjshëm edhe sa ka qenë etik, se unë shpesh i them biznesin që jetu e bë, a është pro njerëzimit apo kundër njerëzimit. Domethënë këtë pyetje thjesht ja bëjnë njerëzve për ato që e bën, se disa njerëz merren me disa biznese që në fakt e shkatërrojnë shoqërinë, me elemente dëmshme, me ushqime dëmshme, me aktivitete dëmshme, e tash duhet dihet a është biznesi i tyre pro njerëzimit apo kundër njerëzimit. Tjetër, bereqeti, begatia që ne e kemi, shëndeti dhe energjia, kjo krejt llogaritet në pasuri materiale. Pasuria shoqërore, që kemi raportet me familje edhe me komunitet, sa jemi të besueshëm të tjerë, çfarë kredibiliteti dhe reputacioni kemi ne, cila është bujaria jonë edhe kontributi jonë të tjerë, çka
çka kemi kontribu ne prej asaj. Trashëgimia, që e përmenëm edhe më herë, bamirësia e vazhdueshme, dituria e dobishme, ndikimi i mirë, emri i mirë që e lëm pas vete. E tash, nëse ne e llogaritëm për një njeri sa është i pasur, atëherë i marrëm gjitha këto lëndë, edhe ja u qesëm kaninot na vetvetes, edhe tani na del rezultati i përgjithshëm. Se dikush mundet me qenë nën materiale apo në xhirollogarin, po në këto të tjera të është 0 ose nesh ose 0.5 ose diçka. E tash na muj me qenë miliardera në disa fusha, a muj në atë anën materiale xhirollogarisë me qenë shumë më pak, që kjo as pak nuk e zbe atë pasurinë tonë tjetër që e kemi. Tu vetëm sa për rikujtim edhe njerë që falem për këto 7 elementet, për qëllimin edhe vizionin, për integritetin, për vetë disiplinën, aftësinë për të mësuar, marrëdhëniet edhe rrjetin e njerëzve që i njohim, shëndetin edhe energjinë, kontributin edhe trashëgimin, edhe në fund pak e shpjegum për njerëzit që mos ta keq kuptojnë çka quhet pasuria ose çka është pasuria. Do të thonë përgjithësi kanë këto gjëra të cilat i diskutuam deri tash. Edhe të një fushë tjetër që besoj që është tepër e rëndësishme që të shpjegohet, do të thonë të shohim cilat janë sistemet e jetës, që ta kuptojmë jetën tonë përgjithësi. Ne e kemi fushën, do të thonë të përmendim këtë termin ma akademik, intrapersonale. Qysh i kemi punët na me vetveten? Nëse ne nuk i kemi punët mirë me vetveten, s'mundet me prit që na mi pas punë të mirë me tjerë. Nëse njeriu ja ka marrë nati vetvetes, çka po pret mi dashtat të tjerta, nuk ka mundësia. Në njeri që është i prishur, s'u pëlqen ky, s'u pëlqen ai ka problemet me vetveten. E ne duhet merremi vesh shumë mirë me vetveten, t'i njohum aftësitë, edhe dobësitë që i kemi, përparësitë që i kemi, edhe dobësitë që i kemi, ta njohim veten mirë, edhe pastaj të dimë çka të ndërtojmë mbi ato. Do të thonë ato për punimin edhe që e përmena në fillim. Duhet ta njohim vetveten mirë, edhe t'i nreqim punët me vetveten. Sikur unë kisha para ditën e kaluar sfida shëndetësore pak që nuk dije shumë rezultati çka do dele prej asaj. Edhe unë ju kam thonë gjithë, unë ju marr vesh me vetveten shumë mati. Unë me ato s'kam të lashe kur gjatë. Do të thonë çfarë do rezultati del për analizës mjekësore, unë ju marr vesh me vetveten. Do të thonë kjo është ajo pasuria, të më thonë, nëse kjo fusha e brendshme personale që ne do të rregullojmë punë, ta dim shumë mirë me vetveten. Pastaj vjen ajo fusha tjetër që është ndërpersonale, raporti ynë me të tjerët. Si i kemi raportet me të tjerët, me familjen, me kolegët e punës, me shoqërinë përgjithësi, apo me gjithë ata tjerë, me thonë me cilë takohemi gjatë jetës, qoftë në anën profesionale, shoqërore, cilat. Do të thonë qysh i kemi punë me të tjerët. Fusha e tretë është ajo ana profesionale që e kemi, karriera, shkollimi, çka kemi arrit deri tash, profesori Gjepi zbulime, do të thonë që i ka bërë, do të thonë kjo është në këtë fushë, do të thonë rezultat shumë i lartë, do të thonë secili prej neve të dimë në atë anën profesionale se sa kemi mrri. Edhe e katërta, po këtu kjo renditja që është bërë nashta veç pak për shpjegim, se kjo mund me qenë renditja edhe ndryshe, 1, 2, 3, 4, së është të thonë ana shpirtërore. Gjithë ekspertët e zhvillimit personal janë duke i dhënë shumë anës shpirtërore rëndësi të madhe. Do të thonë, cilat janë besimet tona, cili është botkuptimi jonë ndaj jetës. Do të thonë, këto duhet t'i dimë na shumë qartë që të dimë ta ndërtojmë të ardhmen tonë edhe jetën tonë përgjithësi me gjithë ata që neve na rrethojnë. E tash, secili prej nesh, kur ti ka parasysh këto 4 fusha apo sisteme të jetës, le ta vlerësoj vetveten secilën fushë e ka notën kaluese ajo. Do të thonë edhe tash, nëse dim që dikun prej këtyne po qalojmë, atëherë të fillojmë me një renditje cila është e para që të fillojmë ta përmirësojmë vetveten. Ka njerëz që janë intrapersonale, janë shumë rregull edhe ndërpersonale, por në anën profesionale janë më dobët. Ata duhet të investojnë më shumë në atë anën profesionale që të kenë aftësi, zhvillim, do të thonë karrierë, diçka, shkollime, kurse, zanate të ndryshme. Tjetër ka dikush për shembull në anën shpirtërore është më i dopt, ai det fillon këta përdorin meditimin, për shembull disa besime që kanë meditimin se kanë nevojë
për shembull, në aspektin islam ajo përdoret, domethënë njohja e Zotit, me qenë falendërues ndaj Zotit, dhe domethënë gjithmonë është kjo anë shpirtërore që është përtej asaj anës materiale edhe personale tonës. Se për shembull, nëse ne punojmë për mbrojtjen e atë dhejot, kjo është anë shpirtërore, se kjo e tejkalon atë anën tonë materiale edhe e tejkalon atë anën personale, atë egon edhe materialen. Çdo gjë që e tejkalon, çdo punë që e bëjmë, konsiderohet që është shpirtërore që e bëjmë jashtë vetës tonë edhe jashtë anës materiale, pa i pas parasysh këto dyja. Edhe pak a shumë veç deshta me ndo pak do prej postimeve të ma hershme, me ndalë vete prej disa dëshirave se ka njerë truri edhe zemra neve na qojnë dika tjetër e duhet t'i korrigjojmë se jo gjitha neve na bojnë mirë. Disa dëshira që na shfaqen. Duhet pak, ta menaxhojmë vetveten këtë drejtim. Tjetër, ato që i tham kur përputhen fjalët me vepra, tash në këtë rast kur mendja, zemra edhe trupi neve na harmonizohen, ndodhin mrekullitë. Unë gjatë prezentimit, unë i komplet me mendje, me zemër edhe me këtë lëvizjet e mia, unë i kom harmonizu në këtë prezentim. E për atë shkak mund me qenë prezentimi jem që është ma i këndshëm për njerëz, ma i pranueshëm, sepse këto tri gjona po harmonizohen. Edhe këtu për çdo qëllim në jetë që e bëjmë, kur këtu harmonizohen, me të vërtet ne do të jemi të mrekullueshëm çdo veprim që e bëjmë. Edhe tjetër, sa është e rëndësishme ne ta zhvillojmë vetveten. Nuk ka aset më të vlefshëm për biznesin, apo punën, apo kudo që ne punojmë, edhe për familjen tonë se sa ne. Se nëse nuk jemi ne, biznesi jonë mundet me dështu. Nëse në familjen tonë mundet mu një shtyllë kogja e rëndësishme me u largu. Për atë shkak sa jeni duke e mirëmbajt këtë asetin më të vlefshëm të biznesit edhe tjetës t'ju, sa jeni duke mirëmbajt. Edhe në fund një shumë thjesht, se këtu njerëz stopojnë shpesh nisin diçka të mirë edhe i kemë sabotues 90% edhe familje edhe jashtë i kemë sabotues për çdo punë që nisim, për ata mos e bani gojë çka thonë tjerë, grahni ju vet punës sepse ju e dini më mirë çka keni nevojë. Tjerë ata se shumë pak i përkras çdo iniciativë që e nis njëri gjatë jetës, shumë pak i përkras. Në rrethin secilit prej nesh, ata janë sabotues. E na duhet më rujt prej tyne edhe me mujt me identifiku kanë i kemë ata për krasë, me najtë ma shumë e ta i shkon ideale për se cilin që fillon diçka prej me punu gjatë jetës. Edhe kjo shumë e thjesht këtu, suksesi është proces, jo destinacion, që kemë rri këtu, tash me njerë vjen pyetje diçka tjetër, s'ka destinacioni këtu, këtu vetëm është qytet mas qyteti, kur të udhtojmë, shkojmë i kalojmë pushimin të, pas ta shkojmë i vizitojmë këtë vend, tëri atë vend, edhe tash të këtë destinacioni, çdo gjë të njeriu që fillon prej brenda e shfaqet jashtë, ajo është ideale edhe është arritja më e madhe. Në një studim është po që pse disa lider botror kanë qenë të suksesshëm e disa tjerë kanë dështu, sepse këta kanë nisë prej asoj pyetje pse jam duke e bërë këtë punë. Domethënë ka nisë prej brenda dhe truri i njeriu në epicentër e ka to pse. Domethënë njetin për çka ne jemi duke e bërë një punë. Tash nëse kemë na qëto njetin e mirë, atër të bojmë qysh për bojmë këtë punë edhe qka po bojmë, kjo është rruga e duhur. Jo njëre qka po bojmë, tëni qysh për bojmë, tëni pse për bojmë. Jo, njëre shkone e pse, tëni qysh, tëni qka. Domethënë kjo është e prej brenda dhe çdo gjë që fillon prej brenda, ajo është e pandalshme prej aty në jashtë. Çdo gjë që fillon prej jashtë mundet me qenë ndalshme, stopume edhe prej tjerëve jashtë neve. Edhe kjo është çka kum përgatit unë për sot, ju mundu pak ma shpejt, edhe për mësë mjë morë kohën kështu, edhe normalisht unë s'muj me najtë pak fjallën tem të fundit që e thëmë njerëzve tjerë, a jeni gati për suksesin edhe për me ngrit veten në një nivel ma të lartë se që jeni dhe i tash. Edhe faleminderit shumë për mundësinë edhe për dëgjimin. Faleminderit shumë profesor Zeqiri.
nuk u shgënjeva nga ajo e thonja fillimtare që me të vërtet po më duket vetvetja aq i ri, aq i vogël, aq i jam i etur me ndëgjue dhe nuk isha largua seriozisht as një pikë, as një presje nga ky prezantim i jashtëzakonshëm. Shumë falënderit, jam shumë mirënjohës të jemi shumë krenar që të kemi një pak, jo vetëm ne, po mbar kombi jonë. Ë, Kisha me thënë, jam jashtëzakonisht i emocionuar, sepse lundrova në atë prezentimin ton t'ju përpjek me shiqu vetë vetën ku jam, ku s'jam, çka kam ba, si jam zhvillue, po aq shumë më tha dhe aq shumë më fol për kaq kohë të shkurtër, sa që më marr mendja personalisht ndoshta muna me javë me bisedu për këtë prezentim dhe secili nga ne me pas çka të thuhet, çka të pytet dhe çka të mirët nga ky prezentim. Edhe neja shumë faleminderit. Une, para se t'ju jap fjalën të tjerëve, falenderoj profesor Sulejmanin që janë në bashkan gjithë. Kisha pas vetëm një pyetje ndaj ligjëratës që e bane. Ajo çka mu më mbrengos më shumti te ky kombi jon është disiplina kolektive, objektivet kolektive, trashëgimia kolektive, organizimi ndër generacioneve të ndryshme, e cila ashtu që i tha pas vdekjes, trashëgimia që la mbrapa, po synimet kolektive, edhe individuale, po edhe kolektive, duke pasur parasysh në disa veti negative në 30 vjeqarën e fundit, ku çdo herë krahasohemi me më të dobtin, me më të pasuksesshëm, dhe i marrëm disa pika në aspektin politik, intelektual, shëndetësor, dhe thojmë ne jemi më të mirët, ne jemi më të aftë, kemi sukses të jashtëzakonshëm, dhe kjo brengë e imja në pika të shkurta më jep ta ndi mendimin tim, pasi që ndoshta kemi shumë pak individ në nivelit ton që është gjithë përfshirës, po edhe shumë vizionar, i cili sheh jashtë sferës vetë, jo vetëm atë sferën e vetë, po një leadership ose një leadership sheh jashtë dhe nga mbrëmshma si e cekës edhe në mënyrë shkencore, truni dhe epicendra e trunit, Kamiglava janë në aspekti emocional ku trashëgohet me gjenerata, ku kemi një shpejtësi të komunikimit jashtëzakonshëm, me miliona herë më shumë se sa truni frontal ose të tjerët, dhe çdo sen duhet marrë nga brenda. Shumë mirë e morra atë këshill, sepse ajo është që thonë nga zemra, por në realitet edhe nga truni primitiv, ku është i vjetë me miliarda, ku më ato trashëgimia edhe krijimi ndoshta i gjenesës së ADN-s tonë, po si e shohësh ti personalisht këtë trend në trojën shqiptare, ku aktualisht kemi çakullim të smundjeve të ndryshme, shëndetësia, aspekti akademik, aspekti kolektiv, vizioni, përgjegjësia, moral, gjitha këto që ka i përmene, ku personalisht jam shumë i zhgënjyn, e shohim çdo ditë përballimin, si jetojsh ti nga brenda trojës shqiptare, dhe a je optimist që kemi mundësi të ndryshojmë këtë trend, si shoqëri, si pak, po dhe si individ, dhe si e shohësh ti ndryshimin e kësaj strategjie, sepse ne jetojmë në Zvicër dhe gjitha këto që ka i përmende janë kisha me thënë këshillat jashtëzakonshëm që ne duhet i përjetojmë nga femëria deri në vdekje. Si e shohësh ti ndryshimin e trendit të degradimit që jemi të e bon trojët shqiptarë? Nuk është do gjanë zi, po ne meritojmë më mirë dhe më fort dhe më lehtë ta zhvillojmë kombin tonë. Si e shohësh? Kam shumë dëshirë të ndëgjoj vizionin ton dhe si mendosh që do të ndryshon ky trend. Faleminderit, e pastaj do marrin fjalën secili që ka pyetje për profesor Zeqirin. Në këtë aspektin tash po e penisin një farë çështje. E kam pas një artikull para pak viteve se ndodhte një vrasje, një nxënës e vrajti një nxënës në shkollë. Do të thonë që kjo për neve kanë qenë gjëra të huaja që s'kan ndodhur te na në Kosovë. Edhe tash atë artikullin unë e titullova çfarë po ndodh. Tash pse po ndodh kështu, çka po ndodh kjo? Ne
Problemi është prej familjes, prej fillimit. Do të thotë, prind, para fëmijëve tyne, edhe pse janë 2 vjeçar, 3 vjeçar ose çka do që janë, ai prindi thotë, unë s'ja fali kurrë atij, unë s'ja kthej borxhin atij. Do të thonë me gjitha gjona negative flasin që fëmiu prej dashurisë ndaj prindve i merr këto gjona pa i filtru. Edhe ai fillon edhe do të thonë sillet sikur prindët e tyne, ata ma vonë dikur mundohen me eduku, pa ai s'mundet më me eduku, se në fillim e ka eduku në atë formë. Edhe tash agresiviteti dhe ato gjona, ato bëhen te këta fëmijë, do të thonë prej familjes tyne e pastaj edhe shoqëria. Mas pari ndikon familja, pastaj shoqëria e pastaj edhe edukimi jo adekuat nëpër shkolla. Do të thonë ka shkolla me nxënës, klasë me nxënës shumë, do të thonë disa kushte, njerëz ka edhe njerëz edhe koxhë pa përgatitën edhe për sfidat, edhe për njohjen e psikologjisë, njohjen edhe të neuroshkencës, se mësimdhënësat e gjithë ata që punojnë me njerëz duhet t'i njohin këto inteligjencën emocionale, do të thonë duhet ta dinë koxhë mirë nëse punojnë me njerëz tjerë. Kushdo që punon me njerëz tjerë duhet t'i njohë këto gjëra. Tash dalim te në fusha tjetër. Ne kemi njerëz që mund as bota nuk i ka kaq të mirë. Në këtë botën me kërku qasë njerëz nuk mundesh me gjetë qas njerëz mirë sa ka në Kosovë. Ka ona tjetër një pjesë e shoqërisë tonë, do të thonë po shkon trend me botën, se në këtë botën po ka, do të thonë, një degradim, ose mos interesim për njohuri, do të thonë po shkojnë ka lehtësimet e ka gjitha ato gjanat, që na po shkojnë pak a shumë në hap, edhe në hap të gabushëm, po prapë se prapë me tjerë. Shoqëria jonë ka nevojë, në thonje kom pas thonë para luftës në Kosovë, kur ishin krizat atëherë, do të thonë vitin 95-96, nëpër odat, so kanë ekzistuar hala nëpër Kosovë, njerëzit fillun në krye vendit të qesin biznismenat e jo njerëz të ditur. Nëpër oda. Edhe una atëherë kom thonë një fjalë edhe sot që ndroj prapë, se kom ndru mendimin për ato, unë kom thonë, ne s'mund ta mundim Serbin përderisa nëpër oda në krye vendit që janë biznismenat e jo njerëz të mençur. Ne kemi nevojë për biznismena, patjetër, se pa ata ne nuk as arsimi as kurrë nuk funksionon, po jo në vend gabumi qit ata. Ata ka nevojë me na dhënë këshilla ekonomike, financiare, biznesore, po jo që udhëheqet shoqëria. E do të thotë, këtu prapë po dalim te kjo që disa njerëz janë vendin e gabum. Edhe kjo po ndikon. Ka hona tjetër, unë prapë kam një farë optimizmi, që krahas asaj janë disa njerëz duke u zhvillu edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin njerëzor, janë duke u zhvillu, e tash puna jonë, tash puna jam këtu. Unë nuk jam pesimist, se unë një kamarier, një djaltri, me taku fjallën e parë që i thëmë, unë i thëmë ti kime më rri shumë gjatë jetës. Tash ajo fjallë ato të ajnë dikon me njëherë, thotë këtë diçka po dika. Tash unë e kam vetëm me motivu, edhe me të vërtet e motivon, se njëri kur të një fjallë t'ilë, që s'ja ka thonë kërkush, ato dikon. E tash gjdo kun që e kam një mundësi me bisedu me dikon, unë e thëmë një fjallë. Njerëzit cilët kanë disa aftësi njerëzore, të inteligjencë emocionale, duhet të aktivizohen edhe të mundohen të përmirësojnë disa çështje në shoqëri, në familjen e tyre spore, e pastaj edhe matutje në shoqëri me këshilla. Me këshilla, se do të thonë ajo fjala e butë, edhe butësia, nuk e di njerëzit se sa e fortë është butësia. Kështu me thonë një farë fjale. Kështu që mos më zgjat më shumë, besoj që diçka thash në këtë drejtim. Shumë faleminderit. Atëherë fjallën e ka Isa ka quaj pari dorën, e pastaj Blerta. Faleminderit shumë, unë e përgëzoj profesorin e Blerë shumë, edhe pa ta nderin dhe kënaqësinë se çdo herë tjetër edhe tani me ndëgju në mënyrë të vëmendshme këtë prezantim i cili më dha shumë njohuri, edhe gjitha ato pika që i përshkruajti, unë të thënë drejtën nuk e di na shqiptarët, a i kem këto pika disa prej të fileve e jo, profesor Bebe, si që ndërën puna. Edhe përgëzoj shumë për këtë dije, qëllimi jem edhe që këtu nuk ka sa çka të shtohet ose çka të hiqet, po vetëm përgëzoj që kemi këtu në këtë institut edhe që ndan dijen me neve,
Po unë kisha thonë ai socializmi utopik që ishte këto herë që mësojnë për shkolla që do ishme quhen utopista sepse nuk e gjejnë rrugën e duhur për me ardhur deri te qëllimi, edhe pse unë nuk e kam dashur marksizmin dhe gjitha ato, po tash pyetja ime shkon këtë drejtim. Çka kishme mujt na me bo ose si qëndron puna, pse për shembull këta njerëz kaq të shumira tha, kaq zot, kaq të kompletuar edhe nuk mundemi me depërtu neve, po prapë si thoti ai biznesmeni den venin e parë të lartë ose në kryt venit, si po thojmë ne e no dhe e qëllija. Që aty është ai problemi më i madhi, pse ne shqiptarët nuk po bomi sikur evropianët tjerë këtu, kur unë në Zvicër jetoj që 30 vite, si ta shohin njeriu që është i suksesshëm, atina kanë ju qerë dyrt njëra pas tjetrës. Te na ka me të mbyll pi të parës e deri te e fundit, edhe kështu që më thonë sukses të na zvoglohet, minimizohet, shantazhohen njerëzit, edhe pse janë njerëz shumë të mençur, shumë të mirë, kanë më mundu me bo lloj-lloj mënyra, lloj-lloj gjona mu gjetë, edhe të pavërteta mu shpifje, mu shpif, më thonë, pse bu shfarase njerëzore në jemi kështu që nuk e dojmë njëri tjetrin, ose nuk funksionojmë si tërsi. Edhe pse po mirë thotë, si individualista, na jemi ndërma të mirë në botë më nëshme gjithë, amo si vetë, si të bomi 2-3, ndryshon në struktura, marrëdhënia, gjitha ato. Pa marrë parasysh, gjitha ato që i thotë lumë, unë jam shumë shtu i kënaqur edhe i fascionuar që a dëgjova, edhe për mënyrën se si e ke përgatit. Po, inshallah do Zoti, e pikrisht ta njerëz sikur ti, janë atë venin e duhur ku duhet me qenë. E jo, se unë shpesh e përmendi babën Haxhetimin ndjerë. Babës Haxhet dhe ne shqiptarët kemi me pas sukses vetëm kur ta hjekmi inatën para dijes. Atëherë nuk e kum kuptu që më ka 10 vjeçar, nuk ka ndryu jetë. Por tash e kuptoj shumë mirë, se ne inatën e kemi para dijes. Faleminderit shumë, lumt zotëri Vebi edhe pata krahasimin dhe nderë dhe shpresojmë edhe hera të tjera. Veç pak ato në pjesën e fillimit që e përmene, do të që qysh njerëzit edhe njerëzit tjerë mu zhvillu. Pe përmeni një gjë që më ka ndodhë mu kështu, unë i kisha pas për vete disa aftësi për vete që unë i mendojsha që janë aftësi, por deri sa dikon nashta 20 vite më po prej tash, kur e kom dëgju herën e parë termin inteligjencë emocionale, shumë gjona në përkry më kanë ra tamam. Më thonë se deri atër se kom dëgju atë shprehen, para 20 vite herë e parë. E tash po du me thonë, zhvillimi personal i synon këto gjana, që njerëzve, dhe më thonë si kur a i tha, kuj ka 10 metra dru, po i ka të shpërndo me krejt në përobar. Kuj ka veç 5 metra, po i ka të palume që shdohet. E tash cilë është maj mirë është kjo që i ka të palume, edhe pse i ka 5 metra. Dhe më thonë edhe kjo në kokën e njerëzve, duhet me qenë qartë që ka po dojnë. Këto i synon, dhe më thonë, zhvillimi personal, edhe këto fushat që e përmena, kemi nevojë na secili pi neve. Secili pi neve të reflektojmë mbi vetveten edhe të shohim tash këto fushat çysh jem këtu, edhe gjithmonë çdo mbrëmje ta vlerësojmë veten këtë fushë, pa ta sukses këtu e mojta këtë premtim, këtu e thash një fjalë të mirë, këtu edhe pse më kanë fy, unë e mbajta veten, nuk, domethënë nuk e bona nivelin e tyre, dhe gjitha këto gjëra ta dim se çka kemi nevojë. Domethënë si ta strukturojmë jetën tonë dhe zhvillimin tonë. Besoj që nëse këtu njerëzit nalen edhe marrin pak më seriozisht, besoj që do ta kuptojnë më mirë esencën sa është e nevojshme me pas këto gjëra. Kështu diçka. Faleminderit profesor, Blerta ka fjalën. Apo më dëgjoni, Po tash është mirë. Kërkoj shumë falje për kohën time 20 minutë që u bë pak më shumë se duhet, mirë po ka marrën për pushime këtu në Kosovë, edhe ishim të disa familjarë vizitë dhe fakt pagës trafik në komunikacion, ndoshta besoj që mundemi me kuptu. E kam një pyetje për profesorin Vehbi, kam shumë nder dhe kënaqësi që emri im është krahas profesorit Vehbi, më bën shumë ndije privilegjume, njëkohësisht shumë e motivuar. E kam dëgjuar shumë me vëmendje ligjëratën tuaj edhe me të drejtën ai niveli i motivimit nuk ka qenë 100%, për arsye të vojtojza të jetës,
Mirë po, për gjithë të çka i the deri tash ti kem shumë motivuese, edhe është shumë kënaqësi me dëgju se cilën prej tyne soqe e ftova edhe motrën time të në gjere, në një kufje tjetër në vesh tash dëgjoje se kjo vlen edhe për ty, se kanë nevojë edhe gjenerata të reja, kuptohet të kenë motivim se për shkak që janë shumë të nivarguar me pa motivim, nuk po kanë shumë ardhmëri ose nuk po shohin shumë të ardhme sepse i ka hup ajo ëndrës, ajo fjalia çka do bësh kur tritesh, shumica do të thonë janë të gjejnë vetë më shumë gana influencerëve, YouTubës, do të thonë jo shumë bazament profesion, kështu që ke tepër motivuese. Pyetja ime konkrete, në jetën time deri tash se jam 30 vjeçare, jam ballafaqur shumë me këto që hajse shkolla nuk duhet shumë, edhe profesori Recep e ceki qysh në fillim, unë kam qenë PhD kandidat edhe javën e kaluar kom projektimin e doktoraturës, domethënë edhe jam bërë me tamam një PhD, edhe kom pas shumë lloj komente që kanë thënë që shkolla nuk të bën njeri, sa do diploma që kryen, sa do gjëna që bën. Ka pas shumë qef qysh me jap një kundër përgjigje, ose qysh me jap një kundër këndvështrim, ose nështë edhe një këshill, jo kundërshtim. Besoj që këtë përgjigje se kisha marrë as kujt ma mirë se sa prej teje, në këtë të u bazu me këtë ligjerim që e prezentove. Kështu që të kisha lutë shumë më tregu qysh me ju përgjigj njerëzve që thonë shkolla nuk të bën njeri. Edhe pasunima e madhe është kur e ki gjepin plot, së sa mendon. Hajde urime për diplomimin mas pari. Shumë faleminderit. Doktoresh, kështu që mirë, është kënaqësi e zakonshme një pak për suksesin ton të shkëlqyeshëm. Urime të priftë mbara e shëndet. Shumë faleminderit, profesor Recep. Po, ato brenga që i përmende, këtë që ka po i përmend ti po më duken shumë familjare. Se kena përjetu se cili prej nesh, do të thonë gjitha ato gjonat. Tash nëse morëm me sqaru këto që shkolla nuk të bën njeri, ka raste që shkolla nuk të bën njeri sepse nuk ka shkollë mirëfillt. Çdo shkollë që është e mirëfillt, edhe ka plan programin edhe strukturën që është duhet, gjithçysh ka me ndiku edhe në personalitetin edhe ato, sepse plan programet, nëse ju e dini, nëse mundi mi pa plan programet që kanë para 50 vite edhe në për shkollat tona, ato kanë pas edhe sjellje njerëzore, kanë pas disa gjona në atë kohë, do të thonë, që kanë qytë ato edhe fjalimet edhe gjitha gjonat, i kanë përmbajt këto, edhe me të vërtet kanë diku të njerëz, sepse çdo kush në rrugë edhe në familje ka qenë, do të thonë, edukator në atë kohë. Tash është rreziku me lënë edhe ofër disa familjarëve një fëmijë. E mos flasim për dikon në rrugë ose diçka tjetër. Tash sa i përket asaj që shkolla a të bën njeri, a nuk të bën njeri. Unë e kom pregadit veç që alo nuk e kom botu, do të thonë një artikull për ato që kush është intelektual, kush quhet intelektual. Do të thonë intelektual është ai i cili është i vetëdijshëm për vendin ku jeton edhe rrethonat gjitha që janë rreth atij vendit, edhe ka një rol në shoqëri. Do të thonë është i vetëdijshëm, edhe këtu për me qenë i vetëdijshëm ti duhesh me pas një farë shkollimi të kryem që me qenë, tash sa shkollimi më i lartë, bosh më i vetëdijshëm, do të thonë për rrethin edhe vendin ku jeton, por ka edhe rol në shoqëri. Nuk mjafton, nëse quajnë atje veç një akademik që ai veç e ka kryer atje dhe e ka marrë një titull edhe në shoqëri s'ka kurfar kontributi s'ka, unë për mua nuk është intelektual. Ose quhen atje do politikan që quhen intelektual, as ata unë s'muj mi quajt intelektual nëse nuk janë të vetëdijshëm, nëse për krejt rrethin ku jetojmë, do të thonë mi njoft njerëzit, mi njoft rrethonat, mi njoft historinë mirë, se njohja historisë e drejtë, e mirëfillt, ajo që servohet në përdovene, edhe ajo neve na jep një rrugtim drejt ka him të shku në të ardhmen. Se mësimi i shtrenjtë i historisë na çon rrugë shtrenjtë përpara. Tash këtë kjo arrihet me shkollim. Do të thotë, përmirësimi i sjelljes tonë arrihet me shkollim, se nuk mund me shku njeri në nivelet larta akademike dhe mu sjell pa lidhje. Ose mu vesh pa lidhje. Jo dile edhe ato, tash edhe nëse flasim, shkojmë diçka në nivele të larta me njerëz që janë më të shkollum, edhe nivele profesionale ata njerëz nuk veshën pa lidhje. Veshën në mënyrë më klasike, veshën në mënyrë më elegante, do të thonë veshë elegante. Ato s'mundesh në ato vende mi pa
mi po njerëz të vesh që veshin rrugë ose në do vende tjerë. Do të thënë, kjo është një shenjë që do të thënë ai të bën njeri. Do të thënë, s'ka pik dyshimin ato. Do të thënë, intelektuale, bëhesh edhe je shembull për ato, për njerëzit e tjerë, për frymëzim për njerëzit e tjerë, për shkollimin që e ke bo, edhe për sjelljen që e ke. Do të thënë, kjo është më rëndësi. E ato që përmendet e që e ke një vetën privilegjume, edhe unë e kom një vetën privilegjume që kom qenë aty afër, se në të ditë pak edhe çështjen e shkollimit, edhe të familjes ty në përgjithësi, domethënë për shkollim edhe për gjëra tjera, kështu që për ata s'ka të loshe. Mirë është në rregull. Besoj që prapë edhe këtë diçka, përmes me marrë edhe shumë kohë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Dikush tjetër ndonjë pyetje? Apo ndonjë sugjerim apo këshill? Para se të kalona tek doktoresha Blerta Berisha. Atëre, nëse nuk ka ndonjë pyetje të veçantë, unë deshta vetëm me plotësu vebiun në pyetjen e Blertës se më duket shumë rëndësi. Në aspektin tim personal, eksperiencën që kam pas, krijimi i njeriut intelektualit, atë bën shkolla njeri apo jo, për mendimin tim krijohet në 3 faza. Faza parë është aspekti gjenetik që trashëgojmë nga prindet dhe trashëgimtarët tonë më hershëm që kemi pas, dhe edukata familjare rrethi që në rrethon në aspektin deri në adoleshent. Pastaj, 1/3 e trunit ton formohet gjatë shkollimit dhe shoqërisë që na rrethon. Ndërsa 1/3 e fundit e trunit formohet deri në ditën e vdekjes, ku profesioni, shkollimi, trajnimi dhe kështu me radhë. Do thotë të 3 shtyllat kryesore që mendimin tim e bajnë një intelektual janë të jashtëzakonshme që sa më shumë të kemi të mira nga këto 3 shtylla që të kompletohemi. Edhe pse ndoshta mund të zhvillohemi më vonë, më herët, po megjithatë, nëse kemi mundësi që të bëhemi modest, çdo herë të shkollohemi, të edukohemi, të ndikojmë shoqëri, të ndikojmë në profesion, ta marrëmi punën seriozisht me vetveten, pastaj me të tjerët, të kemi moral, gjitha këto shka u përmena, dhe padyshim që pa edukim, pa shkollim, pa njerëz që kanë synime dhe që e shohin larg sferas dhe studiojnë si që është Blerta, sepse veç unë sa kohë e njoh Blertën, çdo herë kam një kënaqësi të jashtëzakonshme ta shoh Blertën, edhe në shoqatin inxhinierëve, edhe këtu, dhe kështu që ti duhet të jesh shumë krenare dhe familja jote, rrethu ju duhet të jenë shumë krenare për arritjet akademike që ke marrë, dhe për neve je shembulli më i mirë i një personi që ka studiuar pa ndalë për më arrit një sukses të jashtëzakonshëm. Kështu që të lumë tyje dhe familjes tonë që të ka edukue, dhe ne jemi shumë krenar që të kemi në i pak, Blerta. Shumë faleminderit. Do të thonë emocionet veç po shihen ndoshta për skuqjes edhe shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi për me qenë këtu, ndoshta besoj më me fillu tash për një prezantim. Kom përgatit këtë prezantim, të u bazu pak a shumë këtë pjesën dhe më thënë të inteligjencës artificiale që veç u qaka dhe në fillim për profesorit Recep që pagës nga ka bo mundi pagës nga dëmbela, kështu që nuk është që po funksionojnë shumë ndoshta me pjesën tonë, me aftësitë tona si njerëz që jemi, mirë po kuptohet që e ka bërë dhe lehtësimin e vet. T'je marrë parasysh që ndoshta shumicën e tjerave gjonave që kom dëgjeru ka qenë shumë pak këtë lidhura me temën time dhe me thënë përkatësisht me menaxhiment ekonomi e kështu me radhë. Kësaj radhe kom vendosur për me thonë diçka të re, dhe më thënë sa i përket për leadershipin femëror, se cilat janë ato sfida që ballafaqohen. Kom përgatit një prezantim, tash ti besoj kish më qenë mirë nëse e konfirmoni kur e bëj share nëse shihet. Po, se unë të kom bo hast më herët. Okej, shumë faleminderit. Atër tema është kjo, leadershipi femëror në epokën e inteligjencës artificiale.
Më falni veç pak se diçka për momentin nuk vetëm pak se kompjuteri po kërkon më bo update, ndoshta duhet vetëm 1 minutë që për me hekët, më falni shumë. Po mira. Atëherë po presmi pak Blertën, deri ku të kyqet me prezantim. Ajo që ka deshta veç me shtu pak për Zozeqiri, mendimi im është, nuk është më rëndësi edhe aq shumë, ndoshta është një farloj analize individuale që ka thonë të tjerë, po statistiket është mi me eliminu ekstremet, atë farë kurbën e Gaussit, çdo kush ka ekstreme ku një pjesë e vogël ose 5% janë ma të zënshëm, flasin ndoshta, po shumë është më rëndësishme se çka bën ti për të tjerët, për shoqëri dhe nuk është shumë më rëndësi më marrë mend se na me Blertën për shembull, unë kam qenë themeluesi i shoqatës inxhinierëve, tash kam kriju krejt kryesi tjetër, rri shumë distancë dhe ju lëm hapësirë të gjithë të tjerëve që të avansojnë, jemi mbi 160 inxhinierë aktiv, kështu që kishna me thënë, ndoshta nga një herë nuk është më rëndësi edhe tendencët e tjerëve që mundojnë të injorojnë punën tonë ose të bojnë diçka, po më rëndësi është ti kur të ndihesh mirë vetvete që ki bën diçka të mirë për shoqëri. E kjo më marr mendja që atë farë aspektin shpirtëror, ti fole për renditje, po në kisha me dhanë hisi kisha prek, se ke interpersonal edhe shpirtëror, në diagonale, dhe ke me shoqëri dhe profesionale. Do thotë diagonalet këten perfekt me një ekuilibër që këto 4 pole ose 4 drejtime na shtin që t'jemi thjesht në ekuilibër dhe mos t'jemi në dezekuilibër. Dhe kështu që për me plotësu ndoshta Blertën pak ka rëndësi që ka të tjerët, më rëndësi është puna jote të jetë etike e qëllim mirëse, bamirëse, kolektive që të kemi një tranzacion tjetët nga lindja dhe i vdekja dhe të lajmë gjumë të mira. Mendimi im është ky, nuk e di tash me bidet vjen, erdhë Blerta, më falë. Okej, atëherë kërkoj shumë falje, po besoj tash me një tjetër device, ndoshta besoj që ma vonë më i kyç edhe me device-in tjetër derisa përfundon update. Ju kërkoj shumë falje, po gjana teknike janë gjithmonë që na surprizojnë ashtu në momentin e fundit. Okej, çush ju tregova çush me fillim, apo më dëgjoni? Po Blerta vetëm po shoqëroj ekranin shumë të vogël, nuk e di a mund ta zmadhosh pak. Është që është puna e, domethënë, Është mirë, është po. ju kërkoj shumë Për falje, mirë ka raste ka njerë ku nuk Pëse tash po shihet ma mirë? Po mirë. Okej. Atëherë po filloj prej fillimit edhe një herë, kërkoj shumë falje. Si temë që kom zgjedhur sot, domethënë për mendon bashkë me juve është leadershipi femëror në epokën e inteligjencës artificiale. Si hyrje, domethënë nëse filloj për mbledhje të shkurtër, do flas pak a shumë për kontekstin e rëndësinë strategjike, cilat janë mundësitë e inteligjencës artificiale. Pastaj aftësitë dhe çështjet që ai përcakton në leadershipin femëror të suksesshme, kam involvuar 4 studime, domethënë, të cilat si lloj raste studimore që do t'i shkojmë së bashku me radhë dhe pastaj do jap disa konkluzione. Siç e dini, jemi duke hyrë në periudhën historike, kur inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se ne punojmë, komunikojmë apo drejtojmë organizata ose kompani. Inteligjenca artificiale tashmë nuk është vetëm një teknologji, por pak a shumë edhe si arkitekturë e re e shoqërisë dhe ekonomisë që po ndikon në çdo aspekt të jetës moderne. Siç e dini, ka filluar edhe tek kujdesi shëndetësor, te arsimimi, te prodhimi, po ashtu te siguria, kultura dhe politika. Në këtë epokë të re, leadershipi merr gjithmonë një kuptim më të zgjeruar, sepse nuk është vetëm një drejtim i njerëzve, por edhe orientimi i sistemeve përmes inteligjencës që merren edhe, domethënë, vendime në mënyrë autonome. Pikërisht gjithmonë këtu shfaqet ajo rëndësia, domethënë, e leadershipit, sepse në këtë rast leadershipit femëror, sepse kjo është një stil drejtimi që sjell ndoshta etikën, dëshmërinë, bashkëpunimin
edhe perspektivën humane në një botë domethënë që dominon nga teknologjia. Për kufizimet bazike domethënë të teknologjisë është që inteligjenca artificiale është gjithmonë që shërnon proceset e njohurisë, ato të menduarit, mësuarit, arsëtimet për vendimarrje, qofshin ato me kompjutera apo me makina. Pse është leadershipi femëror, domethënë e tema që kom gjetur? Është qasja e drejtimeve në organizatat e karakterizuara nga bashkëpunimet, nga empatia, nga komunikimi i hapur, nga diversiteti dhe zhvillimi i talentëve. Cila është ajo rëndësia, domethënë, ose pse kjo temë është, sepse gratë janë në pozita drejtuese, kanë potencial të jashtëzakonshëm për të ndikuar në mënyra se si projektohen apo trajnohen edhe përdorimet e sistemeve të inteligjencës artificiale. Në një botë ku vendimet teknologjike ndikojnë në miliona njerëz apo miliarda, perspektiva gjinore bëhet gjithmonë kritike, edhe pse është inteligjenca artificiale. Domethënë është gjithmonë kritike për drejtësi dhe barazi. Arsyet kryesore pse leadershipi femëror është thelbësor është sepse përfshin barazi në zhvillim. Gratë kanë prirje të krijojnë ekipe me gjithëpërfshirëse që reflektojnë realitetin e përdorusve të ndryshme. Fokusi është te etika dhe të ndikimi njerëzor, domethënë që ka shumë studime që tregojnë që gratë në pozita drejtuese japin përparësi ndikimit social dhe atij etik. Pastaj është zhvillimi i kulturës së bashkëpunimit në sektorin e inteligjencës artificiale, bashkëpunimi interdisiplinar që është thelbësor për programet, pastaj për dizajnerët, eficientët e kështu me radhë. Mirë, po gjithmonë është ajo udhëheqja me empati për qëllime shoqërore, sepse përballja me një teknologji që shpesh shihet si e ftoftë, me thujë ashtu, gjithmonë është leadershipi femëror që e rikthen atë dimensionin njerëzor. Domethënë, kjo është kur ceket mënyra është kjo temë, ndoshta, sepse krijon shumë mundësi domethënë që sjellen të ndryshme sa i përket leadershipit femëror. Mundësitë që inteligjenca artificiale i krijon domethënë për leadershipin femëror janë 4 prej asaj që unë kom cek, 3 për momentin e shihni, mirë po 4-ta është ajo që unë kom dash domethënë me pagës fjalë ose si lloj përmbledhje. Numër 1 është transformimi në mënyrën e punës dhe qasjes ndaj njohjes. Inteligjenca artificiale po dekramatizohet shumë domethënë në qasjen e informacionit për njohuri, sepse gratë lidere munden me përdorë këtë teknologji për me fuqizu domethënë ndoshta punojësit ose organizatën ose kompaninë, veçanërisht në sektorët të cilat janë të domethënë që përfaqësojnë. E dyta është rritja e startupëve që është e drejtuar shumë nga gra, ndoshta keni pasi pas statistikave të World Economic Forum në vitin e kaluar, numri i startupëve domethënë të inteligjencës artificiale me themelus femra është shumë i rritur, domethënë është rritur gati 50% në 3 vitet e fundit. Edhe gjithë këto startupe fokusohen kryesisht në fushën e etikës, domethënë gjithmonë është edukimi, kujdesi shëndetësor, mjedisi edhe drejtësia sociale. 3. Roli grave në politikë bërsh për rregullimin e inteligjencës artificiale, sepse e ceka dhe parë që gratë drejtojnë shumë institucione publike. Ne vetë edhe presidentin e kemi grua, kështu që besoj kjo është një kënaqësi shumë e madhe për neve, edhe mënyra si ndoshta e bën këtë lloj leadershipi gjithmonë ka kritika, sepse ndoshta nuk mund të gjithçka me qenë perfekte, edhe kritikat kanë një janë edhe mësim, domethënë se si mundet për me kontribu për të mirë. Gratë drejtojnë institucione publike, domethënë me kornisa etike, ligjore, gjithmonë në përdorimin e drejtë të inteligjencës artificiale. Që e përfaqësu këtë, sepse e di që përmes leadershipit femëror mundet gjithmonë me kriju zhvillime shumë profesionale në arsimim. E di që inteligjenca artificiale po mundson shumë trajnime online, veç se besoj keni ndihet për Coursera, për Udemy, për Data Camp, që ka të bëjë shumë me programming, me data, që jep grave qasje njohuri teknike pa kufizime gjeografike. Edhe kjo është shumë e mirë. Gjithmonë kur flitet për diçka të mirë është edhe pjesa tjetër, domethënë që janë ato konste kjo, domethënë cilat janë ato sfida ose rreziqet për barrierat e leadershipit femëror në inteligjencën artificiale. Megjithëse mundësitë janë shumë të mëdha, gratë përballen me pengesa të shumta për të hyrë dhe për me avancu në fushën e inteligjencës artificiale. Po cilat janë ato barriera kryesore ndoshta që mundem u shfaq më shumë sa i përket leadershipit femëror? Te barrierat kryesore është mungesa përfaqësimi domethënë te research and development apo kërkim edhe zhvillim. Sepse vetëm rreth 20 deri 25% e humbtuesve në fushën e inteligjencës artificiale domethënë janë gra. Kjo nuk kupton që produktet e inteligjencës artificiale shpesh nuk pasqyrojnë nevojat dhe përvojat e grave, mirë po në një farë forme ato paraqykohen. Pastaj janë paraqykimet algoritmike, domethënë
algoritm basis ashtu, që janë këto algoritme të trajnuara për dhënat historike, që ndonjëherë mund të riprodhojnë edhe paragjykime të shoqërisë, ku për shembull ka raste shumë të mëdha ku bëhen vlerësimi i grave në proceset e rekuperimit apo të identifikimit të fytyrës. Domethënë, janë ato trikat që gjithmonë ndoshta ti marr parasysh që është edhe kjo bukuria, domethënë beauty competition, ose gjithmonë domethënë produktet e kozmetike si gjithmonë këtu, janë ato që më shumë ti kanë edhe rreziqe sa i përket të femrat, edhe pse profesori Vebeci ki ma përpar që gjithmonë personat që kanë intelekt, domethënë dallohen shumë nga mënyra ose nga mënyra e veshjes, nga body language, ose domethënë nga gjuha e trupit, nga mënyra e komunikimit e kështu me radhë. Këtu domethënë është ajo barriera kryesore sa i përket të leadershipit femëror, sepse ndodh që të ketë edhe paragjykime. E tre është mungesa e rrjeteve mbështetëse dhe kapitalistë të risk. E ceka që me parë që startupet e themeluara, domethënë më shumë të janë nga gratë. Edhe që i marë parasysh që gjithë këto startupet, të cilat janë të themeluara nga gra, marrin me pak se 3% të fondeve, kur është pyti domethënë një projekt që mundet më implementu domethënë në të ardhmen. Dhe gjithmonë këto fondet që janë, domethënë janë kapitalet të riskit globalisht, nuk po flas për Kosovë, mirë po është një lloj 3% që i kam këshyrë disa domethënë statistika që pak a shumë e tregojnë të njëjtin numër. Katër është kultura e organizatave, domethënë në stereotipe gjinore. Shpesh ekziston një kulturë që përcakton teknologjinë si domen mashkullor, jo si domen femëror, mirë po harrojnë që Wi-Fi është zulu nga femra, pastaj edhe inteligjenca artificiale si ChatGPT shumë më bold, domethënë që japin domethënë janë edhe shqiptare, të cilat janë zbuluar. Kjo është një lloj klishe ndoshta që ne sot e hasim shumë çaj sa i përket leadershipit femëror. Është mungesa e modelimeve frymëzuese për mentorimin, sepse në shumë institucione mungojnë shumë gra në pozitë drejtuese, që shërbejnë domethënë si modele frymëzimi për breza të rinj të mërat. Ndoshta më jap një shembull të kjo pjesë që profesori Recep e tha, unë po ashtu jap kontribut vullnetarisht edhe tek organizata e AES-it, domethënë Albanian Engineering of Switzerland, aty kemi shumë pak femra. Ndoshta arsyeja është gjithmonë fusha domethënë si domen mashkullor është inxhinieri, mirë po tani domethënë kemi filluar ashtu edhe me procesin që të kemi më shumë femra domethënë që japin kontributin e tyre, sepse edhe pse jemi në Zvicër ose pse jemi në Kosovë, edhe pse po ecim në kohën, e shoh që leadershipi femëror nuk është shumë i avancuar krahas me leadershipin mashkullor, edhe shohim shumë stereotipe të ndryshme edhe sfida sa i përket domethënë barazisë, sidomos në Zvicër ku është tek paga, domethënë mandej të kontratat kur bëhen për arsye se cilësohet si lloj weakness ashtu si pikë dopt kur një femër dëshiron me kriju familje në Zvicër dhe automatikisht ndryshon diçka domethënë tek rroga apo ndryshon diçka te pozita e saj. Këto janë ato barriera domethënë që ka komojt për një përmbledhje në këtë slide për këtë temë, në lidhje me leadershipin femëror, edhe janë disa aftësi kyçe të cilat kishin mujt me përfaqësuar shumë më mirë ose me përforcu dhe pjesën për leadershipin femëror në inteligjencën artificiale. Aftësia teknike. Kjo nënkupton domethënë që kuptimi i bazës në inteligjencën artificiale duhet gjithçysh të kemi mësime në makineri, domethënë në machine learning. Kjo ka të bëjë me analizën e dhënave, domethënë është gjithmonë me lexu të dhënat, domethënë në një mënyrë sikur që kompjuteri lexon, pak a shumë ne duhet t'i transmetojmë ato në një mënyrë të lexueshme ndoshta për ne. Dhe që japin një interpretim shumë të madh të modeleve të cilat ne mund me pas përmes kësaj aftësie teknike. Pastaj është aftësia ektike, për identifikuar rreziqet sociale të inteligjencës artificiale, domethënë për vendos politika etike në organizat, komunikimet ndërdisiplinare, aftësia për me bashkëpunu përmes inxhinierëve, psikologëve, sociologëve, domethënë gjitha arejave bashkë, ose gjithë fushave bashkë, jo vetëm të ketë vetëm një lloj domethënë që eksperti sa i përket një lëmie të caktuar. Menaxhimi i ndryshimeve. Kemi ndryshime sot të lloj-llojshme, ndoshta hasim edhe ne gjatë vendeve të punës, kur ndoshta deri dje kemi punu me një sistem tjetër, pastaj vjen inteligjenca artificiale, duhet domethënë detyrimisht me bëj një lloj trajnimi që me kuptu se si funksionon sistemi. Domethënë ne gjithmonë kemi sisteme, edhe gjithmonë vjen ajo pyetja në mendjen tonë që në të ardhmen a kemi mos zëvendësu për këtyre sistemeve. Edhe a mundet ky lloj sistemi ndoshta me bo leadership udhëheqën më mirë se sa ne ndoshta edhe fal aftësive tona dhe fal përvojës tonë shumë vjeçare që ne i kemi arrit. Mandej është monitorimi dhe zhvillimi i talenteve, është krijimi i kulturës me mbështetje për gratë të reja në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë, matematikës, domethënë që kjo më shtyr shumë a shumë, ndoshta
sikur që ne bëjmë dhe përmes organizatës AES, shumë workshope, tash kemi filluar me trajnime të ndryshme, kishme qenë shumë e mirë domethënë që me jap si lloj aftësie. Domethënë them drejtën, unë nuk kam ditë më përpara se si prodhohet një tren ose si funksionon, sepse ka qenë hiç në mije imja. Mirë po, është diçka shumë kurioze kur i shikon domethënë ose kur je ftuar për me marr pjesë tek një lloj kompanie, janë ato disa detaje që të bën për me kuptuar që okay, domethënë kjo lidhet pak a shumë ato detajet edhe në profesionin tim, sepse kur një inxhinier është shumë i detajuar në profesionin e tij, edhe ne si ekonomist apo qoftë edhe një profesion tjetër që kemi, jemi të detajuar domethënë ato detajet e profesionit tonë. Ndoshta nuk mundet me qenë roli i njëjtë, nuk është diçka që përkatësisht e bëjmë si task ditore e njëjtë, por pak a shumë është në same meaning, ashtu kuptimi i njëjtë çka duhet të fokusohemi. Studimit e rastit që unë i kam marrë, domethënë si kërkime ose si kërkime shkencore që janë bazu, janë 4. I pari është studimi i rastit të leadershipit femëror në inteligjencën artificiale Fei që është themeluese e qasjes Human Centered for AI. Profili e Fei është profesor në Universitetin e Stanfordit, edhe është një nga shkencorët më të njohur në botë për punën e saj në fushën e vizionit kompjuterik. Në qoftë se dini, ajo është edhe bashkëthemeluese e projektit IGMANet, që transferon domethënë mënyrën se si kompjuteri e sheh botën nëpërmes imazheve të ndryshme. Edhe kjo është një kontribut kryesor që ka japur domethënë Fei e leadershipit femëror sa i përket për kësaj temë, sepse ajo ka ndërtuar një bazë dënave miliona imazhe të karakterizuara që ka hap rrugën për përparimin domethënë të madh në vizionin e kompjuterit. Përveç që ka bashkëthemelu Human Center në institut në Stanford, ajo që fokusohet në zhvillimin e inteligjencës artificiale gjithmonë me qasje humane, ka qenë edhe domethënë këshilltare shkencore në Google Cloud për zhvillimin e sistemeve përgjithshme në inteligjencën artificiale. Domethënë, këto nga kjo pjesë ose nga ky kërkim shkencor, ose më mirë me thonë si rast studimor, e ka marrë që mësimi kryesor është që edhe pse është themeluar nga një femër, gjithmonë ka iniciativën domethënë globale që me qenë shumë me qasje humane, jo me qasje të inteligjencës artificiale. Dhe gjithmonë iniciativën globale për edukimin e grave në teknologji. E mësimi kryesor këto është se leadershipi akademik i grave mundet me përmirësu përmes standardeve etike e teknologjive të industrisë botërore. Rasti i dytë është domethënë i Daphne Koller, që është po ashtu në kërkimin farmaceutik, në çfarë përket kërkimin farmaceutik në inteligjencën artificiale. Daphne Koller është profesore e njohur në Stanford, edhe jam njohur ndoshta prej studentëve të Coursera, ndoshta ka edhe shumë pranishëm për juve këtu, që ka demokratizuar arsimin global. Edhe ato, qysh në fillimet të saj ka qenë frikë. Domethënë është një mundësi shumë e mirë që ti mundesh mu avancu në nivorive të ndryshme. Në vitin 2018 ajo ka themelu Instro, domethënë një kompani që përdoret përmes inteligjencës artificiale për zbulimin e barnave. Edhe kontributi kryesor i saj është që ka bërë kombinimin e biologjisë eksperimentale në mësimet mekanerike për me identifiku modelet e reja të sëmundjeve. Ka kriju partneritete me kompanitë si më të shpejta dhe më të sigurta dhe të duke shkuar drejt e ajo pjesë. Çka me thënë për përfitime financiare të saj, po dhe për përmirësimin e shëndetit, mirëqenies së njerëzve, njëkohësisht edhe për edukimin, domethënë papagesë. Ndoshta ka shumë programe sa i përket domethënë programimit që më parë është duke një për me ditë si funksionon një Python ose një R Studio ose një coding program e kështu me radhë, sot domethënë si që ne mundemi një mësu këtë përmes domethënë free, ashtu pa paguar. Rasti i tretë është tek Rana El Kalioboj, që tregon domethënë për inteligjencën artificiale për emocionet njerëzore. Profili i Rana është shkencëtare egjiptiane-amerikane, është themeluese e kompanisë Affectiva, që zhvilloi teknologjinë e moshën në inteligjencë artificiale, domethënë aftësinë e makinave për me lexu shpejt ose mimike në fytyrës dhe emocionet njerëzore. Besoj që kjo është shumë e mirë sa i përket domethënë shumë prej profesioneve, do të thotë vetëm nga ana e psikologjisë ose psikiatrisë, mirë po edhe ne si njerëz me këto aftësitë tona mundemi lexuar siç e thekë edhe profesori Vebi, që ka aftësinë domethënë kur e shëni një individ që më tregu se si funksionon domethënë ose jo si funksionon po domethënë të më lexu ato mimikat e fytyrës së një personi. Cilat janë kontributet kryesore që ka mujt me jap Rana këtë rast?
që e ka implementuar teknologjinë e inteligjencës me ndihmu, domethënë kur është stresin për shembull të shoferëve, për me rrit sigurinë rrugore, me po njëkohësisht edhe për me rrit edhe sigurinë jetësore, ndoshta për me parandalu shumë aksidente që munden me ndodhë në komunikacion. Që ka ndikuar shumë në etikën e inteligjencës artificiale për me tekstu rrezikun e abuzimit, domethënë të dënave emocionale, gjë që sot është ekstreme e pranishme. Për këtë arsye edhe kemi dhe cyber security që ndihmon në këtë pjesë. Edhe në vitin 2021, domethënë efektiva ka blen nga Smart IAB, që është bërë pjesë të tregut global për domethënë autonomous system. Çka është mësimi kryesor ndoshta prej kësaj konkretisht si rasti studimor që kom dashur për ose si rasti konkret është që leadershipi femëror mundet me integru etikën e inovacionin teknik në një mënyrë të ekuilibruar. Edhe rasti i katërt është që është Joy Baulovin, që është drejtësia logaritmike dhe aktivizëm social. Është një shkencëtar nga MIT, edhe themeluesi Algorithm Music Cloud, që është një organizatë që zbulon edhe luftën për paragjykimet në sistemin e inteligjencës artificiale. Ka jep një kontribut kryesor në vitin 2018, ku ajo tregoi sistemin e njohjes së fytyrës, ku kishin saksi domethënë sistemet e njohjes së fytyrës deri në 99% domethënë për burrat e bardhë ose për ata për gratë më pak ngjyrë ose me ngjyrë kështu me radhë. Puna e saj ka solli ndryshim shumë të madh, ndoshta edhe mundeni me ditë këtë në politikën publike në SBA, njëkohësisht edhe në CIA, domethënë që ka ndihmuar shumë në transparencën algoritmike. Edhe kjo është një shembull i leadershipit aktivist kur shkenca dhe drejtësia sociale ndërtuara në mesvete. Sa i përket domethënë mësimit kryesor që kjo ka mujt me jep është që inteligjenca artificiale nuk kufizohet në teknologji, por shtrihet gjithmonë në etikën, në politikë edhe në drejtësi shoqërore. Këto janë domethënë rastet që kam dashur për një tregu, pak a shumë ndoshta edhe një informu se si leadershipi femëror po ndikon në botën edhe se si duhet të përkrahet, sepse gjithmonë në atë pjesën ku leadershipi femëror domethënë trajtohet baraz me leadershipin maskullor, besoj që gjithmonë do të ketë inovacione dhe suksese. Çka muj me jap si domethënë si lloj të pjesës nga të dhënat e implikimit të evidencë, ndoshta edhe mundeni me pa këto se sa përqind prej domethënë mashkujve dhe femrave që janë përdorin internetin, e këto vetëm kom dashur një si lloj raporte që ndoshta mundeni edhe me lexu. Ma tutje është një shembull ose një rast studimor shumë i mirë nga OECD Resources që tregon shumë këtë pjesën domethënë të leadershipit femëror, leadershipit maskullor, se si po drejtojnë botën edhe se cila prej tyre ka pikpamje ndryshme nga tjetra, edhe pse tek domeni maskullor thojza më shumë domethënë etika është shumë më përfshirje më të vogël sa i përket leadershipit femëror, më shumë është në pyetje domethënë përfitimi ndoshta personal sa i përket leadership maskullor, sikur që e kanë thënë domen maskullor në fushra caktuara. Rekomandimet që më i jap domethënë për organizatat ose për politikbërësit për të ardhmen për mbështetje leadershipin femëror është që gjithmonë me vendos objekte diversiteti, domethënë sa i përket përfaqësimit gjinor në ekipet e inteligjencës artificiale, me kriju komitete etike për testimin e algoritmeve që kanë paragjykime, me siguru trajnime për gratë në fusha, domethënë shkencës, teknologjisë, inteligjencës artificiale për me raportu publikisht një politikë vërë, që me qenë mirë për me hatu strategjinë kombëtare për përfshirjen e grave në teknologji, si nxesim këto në kërkimin e ndikimin gjinor të inteligjencës artificiale, me kriju programe bursash për vajzat, të cilat janë domethënë të interesuar në këtë studim, për me promovu shumë bashkëpunimin mes universiteteve, industrisë dhe shoqërisë sociale. Ndoshta kjo kish me qenë si lloj shtyse që leadershipi femëror domethënë të jetë në nivel më të konsultuar se sa që është tash. Sa i përket konkluzionit që muj për me jap për thirrje dhe veprim, dëshiroj shumë që leadershipi femëror në inteligjencën artificiale nuk është vetëm domosdoshmëri etike, është edhe një strategji shpëtimi, sepse gratë marrin shumë drejtim dhe orientim drejt inovacionit në përgjithësi. Barazia gjinore në teknologji krijon një produkt më të sigurt, me drejta më të pranueshme në shoqëri. Edhe ardhmja e inteligjencës artificiale duhet të jetë më shumë njerëzore, se sa domethënë robotike ose më shumë se sa machine learning ose algoritma, duhet të jetë shumë etike dhe gjithë përfshirëse, dhe kjo fillon gjithmonë me përfshirjen e grave lidere. Këto është ajo që kam dashur me mendosh me juve.
Burimet kryesore ndoshta që unë i kam marrë, mundin me pa edhe në këtë slajd, mundin edhe me gjetë. Kjo është tema që kam dashur sot të mendoj me juve. Faleminderit shumë. Ndoshta nuk ka qenë ose ka qenë pritshmëria që keni prit nga kjo kom dëshiruar më ndasët. Faleminderit, doktor Blerta. Pak kemi pas ndonjëherë pengesë pak me zërin, megjithatë do të shpresoj si spakti gjatë pyetjeve do të mund të përgjigjesh që mos të jetë mi bërgj askujt. Unë të falenderoj përzemërsisht sepse me të vërtetë ishte një prezantim edhe i kohës, edhe kisha me thënë shumë interesant sepse aspekti gjinisë femërore në aspektin patriarkal, po dhe në të kaluarën edhe tash, unë çdo herë vjen synim, a jemi gjenetikisht të njëjtë, a kemi inteligjencë të njëjtë, dhe shkencëtarisht është vërtetuar që nuk kemi asnjë dallim, përkundrazi kemi tipara apo sjellje të ndryshme, por aspekti i inteligjencës, aspekti i kapacitetit, do thotë nuk kemi asnjë dallim në aspektin shkencor. Kjo po flas sa unë kam mujt me studiue, do të aftësitë se gjinisë femërore janë bile disa herë të jashtëzakonshme në krahasim me ne meshkujt. E dyta çka deshta me cek, pasi që është një temë shumë e qelluar, për mendimin tim personal, kisha propozu nivelin botëror që nga sot mos ta quajmë inteligjencën artificiale, por ta quajmë inteligjencën kolektive. Po e sqaroj pak, sepse LAI-ja nuk është asgjë tjetër veç se një inteligjencë kolektive, ku për herë të parë nivelin botëror, njerëzit kanë filluar me mendue se si të marrin mençurinë e tjerëve dhe ta vendosin shërbimin e tjerëve që kanë nevojë. Dhe kjo ma kujton odën që e përmendi profesor Zeqiri, ku pikërisht është shumë jemi me fat që mund ta shfrytëzojmë inteligjencës artificiale, siç ishte me një kohë ku shkonim në një odë, e dinim që ka një plak të mençur dhe ka një këngëtar të mirë me një dashëm, edhe kur u kthenim e kishim edhe shpirtin plot, edhe mendjen plot, sepse mësonim diçka. Dhe unë personalisht si kisha me thënë me eksperiencën teme, edhe ku jam drejtor në Institutin e Kërkimeve, po kjo çka po ndodh është vetëm një grumbullim i diturisë, ku njerëzit mbrapa kanë bën punë të shkëlqyeshme dhe fatbarësisht ndoshta nuk janë shumë gratë apo so burrët që kanë bën një punë të shkëlqyeshme paraprakisht nuk janë shumë vizibel ose të pam, mirë po me gjitha ato dituria atyne po shkon në vendin e duhur. Dhe kjo ishte ajo, kishte me thënë inteligjenca kolektive, dhe jam jashtëzakonisht i motivuar në këtë drejtim se cilin nga ne të kontribuojmë, sepse çdo punë e jona do të arrijë deri te inteligjenca artificiale, punimet e tona, zbulimet e tona, punët e tona, publikimet e tona, edhe gjatë ditës kur shënojmë, bëjmë pyetje dhe korrigjojmë LAI-n, i thojmë jo nuk është kjo po kjo, kam bërë një studim për Nikola Teslën dhe kam qenë i mahnitur kur kam korrigju se si ka qenë nona vetë prej Shkodrës, si ka qenë për një fshatit ku ka qenë një person që ka emigruar në Kroaci e tjera, dhe automatikisht e ndryshoj ndryshimin LAI-ja në krahasim në fillim, si tha, ai ka qenë serb, ka qenë ortodoks, e kështu me radhë. Do thotë çdo punë jona që bana me LAI-n do të në mënyrë indirekte do të pasuron. Kjo është mendimi jam personal, do të është një punë kolektive që po bëhen dhe gratë kanë vendin e merituar dhe më marr mendje që shumë gjëra çka për shkak të modestisë nuk i kanë thënë, nëpërmes LAI-s ne më shkujt do t'i mësojmë nga toa. E kështu që faleminderit shumë doktor Blerta, ka qenë një prezantim i jashtëzakonshëm. Shumë mirësi. Atëherë fjalën kush e ka për pyetje, se unë nuk kisha pyetje, veç kisha një sqarim kështu. Atë falenderoj Blertën.
Nëse dishta pak të kyqem te kjo, diçka që se unë mundohem me nxjerr ka njerë disa gjona prej diçka me nxjerr diçka me dal dikun tjetër. Unë sa e pash edhe prej prezantimit edhe prej kësaj gjithmonë qasja e grave, domethënë lidhet kozi shumë me anën shpirtërore. Edhe, domethënë jo vetëm me anën shpirtërore, po për kontributin për familjar, për rrethin e për ato, sepse ndoshta natyrshmëria e tyre apo çështja e trunit ma emocionale lidhet ma shumë me atë çështje. Edhe ne kemi nevojë shumë, sidomos në kohën e sotshme kemi nevojë shumë për atë anën emocionale, domethënë që ti përfshi edhe disa sektor tjetër. Domethënë kjo ka diçka për mu pozitive që e pash në atë drejtimin. Tjetër, domethënë këto që përmendin liderët paragjykojnë e këto, po ka una tjetër muj me pa të disa popuj, kur femrat kanë qenë të nënvlerësume bashkë të çaj popull kanë dalë disa gra që kanë qenë shumë suksesshme, sepse sakrificat e ndërtojnë njeriu. Domethënë vështërsitë e ndërtojnë neve, na ndërtojnë, se urtësia e Zotit nuk është me na çu neve sprova dhe gjona tjera me na dëmtu, po neve me na bë më të fortë për me qenë të gatshëm për një sukses të ardhshëm, apo për ndërtimin e një ndërtese shumë të lartë me i bë themelet shumë të forta. Domethënë kjo është një shenjë e mirë e jo justifikim për mos punën. Domethënë këto pengesa me qenë justifikim për njeri mos me qenë aktiv, po bashkë e kundërta duhet me ndodhë. Sfidat, barierat, kjo lidhet pak edhe me atë pyetjen që tha shkolla s'bën mirë që po flasin njerëzit tjerë, duhet më thënë atyre që kjo më ka bë dhe më të fortë se sa që do të s'm kanë këto, domethënë këto pyetjet e njerëzve, sabotimet e këto veç kam kanë bë, domethënë më të fortë në atë rrugtimin. Tjetër, s'ka dyshim që leadershipi i femrave ka treguar rezultat, nashta, nuk e di, me marrë një farë përqindje, ndoshta rezultatet mund me dalë ka ona femrore nëse merrem me përqindje më të mëdha se sa ka ona mashkullore, domethënë që kanë bërë tash, po flasim na për udhëheqjen e luftrave, po flasim për disa pozita, po flasim për disa biznese, për disa çështje shtetërore, për disa që ka nevojë, janë ma këmbgulse edhe mund m'ja kushtu një çështjes vitet tona, që meshkujt nuk kanë mundësi me bë ato. Domethënë gjitha këto janë disa gjëra pozitive për shoqërinë në tërësi, edhe për edukimin e brezave tjerë. Tjetër, pak kisha me thonë, ndoshta kishte me qenë edhe nxitje edhe për femra tjera në Kosovë dhe në vende tjera, që inteligjenca artificiale që tash është një mundësi shumë e mirë që ato ta kenë një vend pune, domethënë prej shtëpisë. Ndoshta si më herët, për shembull ka qenë ndoshta, tash nuk s'po du me krahasu se në krahasim, po rrobaqepsia ka qenë një mundësi për shumë gra që ta sigurojnë jetesën e vet përmes punës që kanë bërë në shtëpitë e veta, apo edhe që ndisjen edhe ato që i kanë bërë më herët. E tash është dashur me qenë inteligjenca artificiale që ato të merren pak me ato edhe të sigurojnë tyra, edhe të sigurojnë veten, se çdo sigurim i tyrave domethënë e siguron edhe pozicionin e tyre në shoqëri, statusin e tyre në shoqëri, gjitha gjërat. Këtu pak a shumë çka mujta unë më mbledh prej asaj tash, nëse edhe zonja Blerta pajtohet me këto çka i thash deri tash. Absolutisht po, jam shumë dakord me këtë çka potencove tash. Edhe është një mundësi shumë e mirë që na mundemi punu përmes kompjuterit ndoshta prej shtëpisë, se ke edhe ti vetë që përpara ka qenë një tjetër fushë ku kemi mujtë domethënë me kontribu ndoshta gjeneratat e nanës ose gjyshës së kështu më parë. Amo sot është një mundësi shumë e mirë sa i përket për inteligjencën artificiale që e ka jap këtë mundësi. Edhe besoj që këto është ajo pjesa ku hyn trajnimet, ku mundime me pas shumë trajnime, domethënë sa i përket sistemeve se si funksionojnë pastaj edhe algoritmet e kështu me radhë, se domethënë me përpas këtë lloj luksi ntojza për me punu prej shtëpisë, ose këtë lloj është gjithmonë që ti jesh avancuar në sisteme të ndryshme, sepse inteligjenca artificiale çdo ditë është duke evolu. Edhe gjithmonë duhet që të jemi në një hap me këtë evolim se si sistemet funksionojnë
funksionojnë, kanë njerë mundet me qenë shumë vështira për mi kuptu, ndonjëherë janë shumë të lehta, mirë për fal trajnimeve dhe mentorëve besoj që është më e lehtë, domethënë mënyra për mu qasë këtyre sistemeve. Faleminderit shumë. Faleminderit Blerta, faleminderit Vebi. Dikush tjetër ndonjë pyetje? Jo pyetje, po duhet të përgëzoj për këtë prezantim. Profesor Fëves Sulejmani ka fjalën. Po, apo më dëgjoni se disa herë nuk po. Thash nuk kam ndonjë pyetje, thash po vetëm për të përgëzoj për këtë prezantimi edhe dakord me ty jem, domethënë, do edhe më shumë gra dhe thomi në pozita, se edhe në Zvicër ku jam të punuar, kemi jashtëzakonisht pak femra që aplikojnë për pozita që shon për AI apo për shkencë që shosh domethënë për AI IT, domethënë ne po lypim edhe shumë gra femra për me apliku, po për fat të kesh nuk aplikojnë shumë, edhe duhet me patjetër me ndryshu edhe këtë punë, po. Faleminderit profesor Sulejmani. Ismë do ku ti ke Unë dështa ta falenderoj doktoreshën Blerta për prezantimin shumë të mirë dhe ndoshta vetëm të bëj një pyetje kështu, ndoshta edhe kolektive, sa ekziston rreziku i përzierjes së inteligjencës artificiale me atë ashtu quajtur robotizëm? aktivizohet. Apo më dëgjoni, më falni se me dy, apo më dëgjoni tash? Po, Okej, se me dy device, për një me po kërkoj shumë falje, se ndoshta njona shije dhe tjetra në kohë vjen. Pyetje shumë e rëndësishme. Kur flasim të pjesa e leadershipit, ndoshta ose etikës së ndikimit njerëzor, më me thonë që rreziku i inteligjencës artificiale nuk qëndron vetëm në teknologjinë vet, por edhe se si njerëzit e perceptojnë këto, se si e kontrollojnë këto. Ndoshta mundesh me pa, më me marr shembull të fëmijët, ndoshta prej moshës 5 deri 18 vjeçare që janë shumë të varur nga kjo dhe nuk kanë hiç inteligjencë artificiale. Domethënë as që mësohet në shkolla e as që mësohet në shtëpi, sepse shumica e prindërve me atë çka unë kam pa e shohin si si lloj çetësie, si lloj lirie me jap një fëmijë një device ose një kompjuter diçka me fokusu aty. Dhe kjo ka rreziqe shumë të mëdha kur ndërlidhen këto dyja bashkë. Rreziqet e para që mundën me qenë është rreziqi etik edhe shoqëror. Domethënë gjithmonë kur mësimet japen të inteligjencës artificiale, na e shohim si për shembull historikisht ndoshta kundër asaj çka na e dim. Ti ndoshta edhe nëse shkon në ChatGPT, e pyet një pyetje, nuk e merr kur përgjigjen çka ti e dëshiron, sepse ti je njeri dhe ChatGPT është një robot. Ai është për një këndvështrimi pa emocione, pa inteligjencë artificiale, pa inteligjencë emocionale, më shumë inteligjencë artificiale. Mandej është edhe humbja e privatësisë që mundet shumë me pas këtë lloj impakti kur ndërlidhen të dyja bashkë. Kjo nuk kupton që kur inteligjenca artificiale mbështet domethënë në të dhënat personale, mirë po të dhënat personale që ndohen pa dijenin ose pa pëlqimin e plotë të individëve, atëherë domethënë këtu kemi shumë rreziqe të mëdha që qasen ndaj atij individi, sepse mundet shumë domethënë me humb edhe intelekti, mundet shumë me humb edhe domethënë reputacionin që e kanë edhe në shqip kështu me radhë. Mandej janë edhe manipulimet të mëdha që fillojnë, manipulimet e informacionit, sepse gjithmonë ti kur vetë aktivizohesh në një tool, në një access ose në një edhe në qovë një vepaqe, ti gjithmonë me njëherë të regon që ja pranon këto cookies, që në anglisht me përkthysh që i vjen këto ëmbëlsina, për me di domethënë që shbohen ose çka është për momentin, çka ti po do me vazhdu ti për me marrë si informacion. Edhe gjithmonë është pjesa jote që e përcakton domethënë si qenie njerëzore që e ki inteligjencën emocionale tënde, ndërlidhet me atë me inteligjencën artificiale. Domethënë këto rreziqe ose këto dallime mundesh më pa edhe nga këndvështrimit, nga profesionet që ti e posedon. Nëse na e flasim për profesionet që jam unë, shumicën e rasteve domethënë kur kemi pas për shembull domethënë shtima e doktoraturës, është dukt shumë më qaste për statistikat ndryshme.
Edhe këto kanë qenë domethënë ato barierat që është duhet mi thyu ose më implementu të dyja së bashku. Sepse unë e kom pas shumë vështirë me transmetu inteligjencën artificiale në human, ndoshta në pjesa njerëzore, për mi tregu mentorit tim ose supervisorit që na i thojnë për mi dëshmu dhe mi thënë që kjo është këndvështrimi im që shumë e posëdoj. Kjo varet shumë domethënë prej personit që e implikon këtë ose merr, sepse tha edhe profesori VB përpara nuk e kemi ditë çka është inteligjenca emocionale. Me të drejtën dorën zemër unë këtë e kom mësuar profesorit Fadel, sepse nuk kam lexu, nuk kam has ndonjëherë në inteligjencën emocionale. Edhe kur e kom kuptu se si funksionon, i kom kuptu shumë ato të mitat e mia, të mirat e mia, pros and cons e këtu, dhe e kom marrë atë pjesën time, domethënë atë nivelin tim që këto është okay për mua, këto s'është okay për mua dhe ajo domethënë qetësia që e tha dhe profesori VB në prezantimin e tij, ajo qetësia jote emocionale domethënë shkon duke u qetësu sepse të në kohë ndoshta thush me pyetjen tënde pse unë, pse kjo te unë, pse ka ndodhur kjo kështu me radhë. E më kthyte inteligjenca artificiale, kur të dyja bashkë konfrontohen, më me thënë që ka shumë rreziqe të mëdha. Ndoshta edhe mundesh me marrë rastin që është Bill Gates ose të Elon tash që është Tesla, kur është domethënë siguria ajo ne siç e një njerëzore ai besojmë ndoshta një makinerie që hec vetë. Do të më qenë një besim shumë i madh, për inteligjenca emocionale besoj të më qenë 100% për me domethënë për me bindë vetën tonë që unë i besoj inteligjencës artificiale plotësisht edhe jam gati më shku me marrë një rrugë prej Zvicrës në Kosovë me një Tesla me udhëtu edhe unë jam domethënë kjo. Po gjithmonë është ajo që është siguria. Domethënë kjo është ajo rreziku i parë që mundem me pas, andaj është privatësia, manipulimi, rreziqet për demokracinë, manipulimet e informacioneve, madje është edhe automatizimi i punëve, nëse profesionit mundet në shumicë që mo zëvendësu me një robot. Varet shumë shteti çfarë synimi ka, sepse nëse shteti dëshiron më përfaqësuar shumë të fuqia ekonomike, atëherë kanë investuar shumë te inteligjenca artificiale, nëse don shumë përqendrim të madh të fuqia, po domethënë njerëzimit, atëherë investon shumë tek arsimimi edhe te inteligjenca emocionale. Mirë po, gjithmonë, më me cekë që numër një që ka rrezik është varësia. Kjo është çka e ka bo shumë që varësia teknologjike vendeve me shumë të vogla, ndoshta si Kosova, shumë vende tjera, me edhe humbjen e sovranitetit digjital. Ndoshta fatkeqësisht më thonë, ma shumë kena influenciera në Kosovë se sa që kena shkencëtar. Besoj kjo veç që mundet me thonë që inteligjenca jonë emocionale, dhe me thënë nuk e kemi të arsimum inteligjencën tonë emocionale. Heq, kur dhe me thënë shihet se çka më shumë po del për një vendi. Kjo është ajo pjesë dhe me thënë që mundën me përfaqësu kur të dyja bashkë konfrontohen në mes veti, edhe njohuria mandej është edhe një lloj lufte ashtu me human luft, me robot luft, është një lloj do me thënë anatomia e njerëzit ashtu me logaritmet edhe me kodet e robotit do me thënë që funksionojnë. Me kështu me radhë, domethënë kjo është ajo ndoshta çka kish mujt edhe besoj që shumë kur konfrontohen të dyja atëherë është edhe humbja e kontrollit njerëzor. Vjen si lloj edhe black box problem, ndoshta edhe keni lexuar për këtë kur është problemi i kucisë së zezë që kur logaritmet domethënë është shumë komplekse për të interpretuar përmes humanizmit, edhe atëherë është vështirësia e identifikimit për përgjithësitë ndëmshme. Andaj është një lloj super inteligjencë quhet. E super inteligjencë nuk më thonë nuk është as roboti, se roboti është domethënë është kriju nga njerëzit, kështu që është gjithmonë ajo dhe black box resources. Është një shumë një film i mirë, ndoshta shumica prej fëmijëve qufë dini që është The Game of Stars. Aty është shumë e mira këndvështrimi përmes kaltrave të kuqve, ku shihet cili prej tyre fiton. Aty është shumë një lloj kështu komedie se si e shfaqet. Po besoj që kur të dyja këtu ndërlidhen ka me qenë një luftë, domethënë si black box të kjo pjesë, sepse atëre ka me qenë super inteligjencë. Atëre nuk kena me veçu inteligjencë emocionale, inteligjencë artificiale, inteligjencë, domethënë cila mundet me qenë ndihmës për njerëzimin, po ka me qenë super inteligjencë dhe atëre kur vjen kjo, besoj që ne si njerëz nuk kemi me pas impakt njerëzor shumë në botë. Kena me qenë një lloj qenje ndoshta riprodhimi, kur flas për riprodhim domethënë është për me gjithmonë është ajo pjesa që më rrit numri i popullsisë, po besoj që edhe me këtë edhe inteligjenca artificiale ka me ndiku edhe për këtë pjesë, sikur që është ndiku në shumë sfera të ndryshme. Faleminderit Blerta.
më falni faleminderit Blerta, kemi kohë dhe 5 minuta. Sipas kalendarit edhe oraret që kemi vendos bashkë. Nëse ka ndonjë pyetje të shkurtë, përgjigje të shkurtë dikush, dhe pastaj në fund kisha lut vetëm doktor Sulejmanin, Vebiun dhe Abnesën të mos largohen, veç bisedojmë për shkak të website-it që kemi një problem të vogël, edhe organizimit eventualisht konferencë shkencore një 5 minuta, për nuk do ta zgjas më shumë. Kështu që Hasan, pyetja është nga ti. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit për kohën. Vitor që t'ju përgëzoj, Blerta, edhe ashtu edhe VB, shumë tema qëllueshme, pyetje direkt nuk kam, është që kërkoj ndjesë për pak për vonesën, edhe si mujta mu integru tamam prej fillimit, kështu si ju përgëzoj shumë, edhe do ta shikoj tani edhe online, YouTube, kështu si faleminderit edhe një herë të dyve, dhe më shumë nuk kam. Shumë, Zonja Picari. Edhe ju përshëndes të gjithës, edhe unë isha në një mbledhje tjetër online, nuk arrita dot në kohë, arrita me vonesë, kështu që edhe s'mund të bëj një dot pyetje. Pata shumë dëshirë të ndiqnja dhe referimin e profesor Vibiut, se pashi ishte temë shumë interesante, ndofta mund ta ndjek në YouTube. Në qoftë se do flitet për konferencën që do bëhet në vazhdim shkencore, si sekretare mbas edhe unë kam mundësinë edhe të hyj në diskutime dhe të marr pjesë në organizimin e saj. Kështu që në qoftë se është e mundur, mund të rri dhe të dëgjoj, të diskutoj edhe çfarë mund të kontriboj. Perfekt, shumë faleminderit se i kemi nevojë për të gjithë, me të vërtet shumë faleminderit për propozimin, po dhe ndihmën që mund na japish. Kështu që nëse nuk ka dikush tjetër pyetje konkrete, edhe një herë deshta të falenderoj nga i paku, po edhe në emër të gjithë anëtarëve, profesor Vebiun, profesor doktor Blerten, për këto prezantime të shkëlqyeshme, dhe shpresoj që do të rishikohen, do të ndëgjohen nga të tjerët që të përfitojnë nga i paku, pasi që qëllimi jonë është sa do kudo të ndikojmë pozitivisht për një shëndet kolektiv të mirë dhe për një ardhmëri të ndritur të kombit tonë, sepse vetëm bashkë mund të arrijmë synimin tonë që të kemi vendin e merituar aty ku historikisht kemi pasur deri më tash. Kështu që faleminderit shumë për ligjëratat e juaja. Atëra mund ta ndërprejmë ingjizimin dhe ta shoqërojmë bashkërisht ndoshta temën që e paraqita. Faleminderit shumë, atëherë ju përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju përshëndes edhe gjithë të mirat, që qërësini mirë. Ndoshta Blerta, Hasan, nëse keni kohë mund të rrini 5 minuta vetëm aspektin e organizimit, bilën për Blertën kemi nevojë shumë. Vetëm ata që nuk kanë kohë, përndryshe është mirë bashkarisht bisedojmë për këto 2 pika pak të organizimit, edhe pse nuk është fadili këto, nëse dikush mund të rrinë, është 100% transparent për gjithë, nuk kemi kur gjatë diçka, vetëm deshta emocionale kështu për shkak të kohës. Të gjithë ata që kanë dëshirë të rrinë, janë të përkundrazi, kontributi juaj është jashtëzakonshëm të na ndihmoni. Vetëm pak Arnesa është host, ajo besoj që mundet me nal incizimin. Unë po provoj me nal. Vetëm Arnesa, mund të ndërpresh incizimin? Ne nuk po të ndëgjojmë tyje, këtë ndërprejnë zonin. Po ndoshta edhe për me ndërprej mundemi se cili me dalë një herë, edhe ma ndihmë fut prapë në këtë link, në qovë se Arbresha nuk për na dëgjon. Atëre automatikisht ndalet rekordimi ose ingjizimi. Okej.